momente në jetë që ndodhin pa paralajmërim, momente që të gjejnë të papërgatitur në mes të rrugës, në mes të mendimeve të tua, dhe të ndryshojnë gjithçka, jo me zhurmë, jo me bujë, por me një qetësi të çuditshme që të lë pa fjalë. Momente që kur I kujton shumë vite më vonë, kuptoni se ato nuk ishin rastësi, ishin shenja, ishin ura të vogla që të çuan drejt një jete krejtësisht ndryshe. Mos harroni të bëni videon like, subscribe dhe komento. Antonela nuk e dinte asnjë prej këtyre gjërave atë mëngjes. Nuk e dinte se hapi I vogël që do të bënte, ai hapi thjesht, I natyrshëm, I diktuar nga zemra dhe jo nga mendja, do t'i ndryshonte rrjedhën e gjithë jetës së saj. Nuk e dinte se ajo sekond vendimtare, kur u ndal dhe u kthye prapa, do t'ishte fillimi I historisë më të bukur që do t'jetonte ndonjëherë. Por para se të fillojmë, dua të di diçka. A keni kaluar ndonjëherë nëpër një moment të tillë, një moment kur keni bërë diçka të mirë, të vogël, pa pritje shpërblyese, dhe jeta ju ka surprizuar në mënyrën më të papritur? Shkruajeni në komente. Do të dëshiroja shumë të lexoja historinë tuaj, sepse besoj me gjithë zemër se çdo njeri ka të paktën një histori të tillë brenda vetes, një histori që meriton të dëgjohet. Tani, uluni rehat. Ky është një tregim për ndershmërinë, për dashurinë, për guximin dhe për mënyrën e mrekullueshme si jeta shpërblen zemrat e pastra. Është historia e Antonelës, një vajze thjesht shqiptare, larg shtëpisë, larg familjes, por me zemër aq të madhe sa mbulonte çdo boshllëk. Rrugët e qytetit italian ishin gjithmonë të gjalla në orët e mëngjesit. Kishte diçka magjike në mënyrën si drita e hershme e diellit zbriste mbi gurët e lashtë të kalçadrës, si përshkonte kafen e zezë të pirë me nxitim nëpër dritaret e bareve të vogla, si mbushte ajrin me erën e kroasaneve të sapo pjekura dhe me zhurmën e motocikletave që kalonin sikur nuk kishin kohë për asgjë tjetër. Ishte një qytet që jetonte me ritmin e vet, I pandalshëm, I gjallë, plot karakter. Dhe në mes të gjitha saj lëvizjeje, Antonela ecte. Ecte me qetësi, por jo sepse nuk kishte ku të nxitonte. Kishte ligjërat në 2 orë, kishte shënime të pakryera dhe një detyrë kursi që e priste mbi tavolinë si një akuzë e heshtur, por kishte mësuar se qyteti italian, me gjithë shpejtësinë e tij, mund të gëlltiste njeriu nëse nuk I jepje pak kohë vetes të shihnit, të ndihnit, të ishnit prezent. Kjo ishte mësimi I parë dhe ndoshta më I vështirë që kishte marrë atje, jo nga librat, por nga jeta e përditshme. Kishte ardhur nga një qytet I vogël shqiptar, nga njëra prej atyre lagjeve ku të gjithë I njihnin njëri tjetrin dhe ku lajmet udhëtonin më shpejt se rryma elektrike. Fëmijëria e saj kishte qenë plot me aromën e bukës së shtëpisë, me zërin e nënës që e thërriste nga dritarja e katit të dytë dhe me largësinë e malit që dukej çdo mëngjes pas cepit të rrugës. Ishte një jetë e thjeshtë, jo varfëri, jo bollëk, por ajo thjeshtësi e ngrohtë që të bën të ndihesh I mbrojtur nga gjithë bota. Studimi kishte qenë gjithmonë shpëtimi I saj. Shpëtim jo nga gjërat e këqija, por shpëtim drejt gjërave të mëdha. Kishte punuar shumë vite për të fituar bursën. Natë pas natë mbi libra, javë të tëra pa pushim, sakrificë pas sakrifice. Dhe kur kishte ardhur lajmi, kur qafa e saj kishte filluar të dridej dhe syti ishin mbushur me lot pa e pritur, kishte kuptuar se jo çdo punë kalon pa u vënë re. Disa gjëra meritojnë kohën e tyre dhe shpërblimet e tyre. Tani ishte këtu, në këtë qytet të largët, me valixhen e saj të vogël, me zemrën plot entuziazëm dhe frikë. Ato 2 ndjenja që pothuajse gjithmonë ecin krah për krah. Kishin kaluar disa muaj që prej fillimit të studimeve, dhe ajo tashmë ishte mësuar me ritmin e ri, mësuar me gjuhën, italishten e kishte mësuar me pasion, me durim, me dashuri të vërtet për tingujt dhe fjalët e saj. Mësuar me shoqet e reja, me leksionet e gjata, me mëngjesin e bërë me kafe të shpejt para se të nxitonte drejt universitetit. Por kishte gjëra me të cilat nuk mësohej dot. Nostalgji, ajo ndjesi e çuditshme që të ka për papritur, ndoshta nga era e ndonjë gjelle që I kujtonte shtëpinë, ndoshta nga muzika e dëgjuar rastësisht, ndoshta nga shikimi I gjatë në qiell kur perëndonte dielli. Atëherë ndihej e vogël, jo në kuptimin negativ, por në atë mënyrë që të bën të kuptosh se nga ke ardhur dhe çfarë ke lënë pas. Nëna I telefononte çdo mbrëmje. Ishte zakoni pa shkruar, por I shenjtë. Pavarësisht sa I lodhur ishte, pavarësisht se çfarë bënte, Antonela e mbante celularin afër dhe priste atë thirrje.
Zëri nënës ishte si diçka nga bota e dikurshme, i qetë, i sigurt, plot me pyetje të vogla që mbanin brenda tyre gjithë dashurinë e botës. A hëngre sot? Apo fle mirë? A ka ftohtë atje? Pyetje të thjeshta, por secila mbante brenda saj gjithë atë dashuri të madhe mëmësh që nuk di si ta shpreh ndryshe. Dhe babai? Babai fliste pak, por kur fliste thoshte gjëra që qëndronin. Kishte një mënyrë të veçantë për ta mbyllur bisedën, gjithmonë me të njëjtat fjalë. Kujdes për veten, ji ti. Antonela nuk e kishte kuptuar plotësisht këtë shprehje për shumë kohë, por me kalimin e muajve kishte filluar ta kuptoj. Ji ti, mos u humb, mos harro se kush je dhe nga ke ardhur. Ajo i mbante ato fjalë si talisman. Rruga drejt universitetit kalonte në përqendër. Kishte një shesh të vogël me një fontan në mes, gur të rumbullakët, ujë i pastër, pemë të blerta rreth e rrotull. Antonela kalonte çdo ditë nëpër atë shesh dhe çdo ditë ndjente diçka ndryshe. Dikur gëzim, dikur qetësi, dikur melankoli të lehtë. Ishte sikur sheshi kishte një gjuhë të veçantë dhe ajo po mësonte ta lexonte ngadalë. Atë mëngjes, e mërkurë e zakonshme, pa asgjë të veçantë, Antonela kishte ndalur për sekonda para fontanës. Dëgjoi tingullin e ujit, ndjeu aromën e tokës së lagur, kishte rënë shi natën e kaluar dhe gurët ende mbanin freskinë e tij. Mori frym thellë, kishte shumë gjëra në mendje, detyrën e pakryer, ligjëratën, marrëdhënien e tensionuar me një shoqe dome, paratë që pososeshin shpejt dhe ankthasia e parashikueshme e fundit të muajit. Por atë sekond, pranë fontanës, të gjitha ato gjëra u larguan. Ishte vetëm ajo dhe tingulli i ujit dhe drita e hershme e diellit mbi gurin e lagur. Pastaj dëgjoi diçka. Nuk ishte zë i fortë, nuk ishte diçka dramatike, ishte vetëm tingulli i vogël i diçkaje që binte. Ajo rënë mprehtë dhe e lehtë e objekteve kur prekin tokën guri. Antonela nuk e pa menjëherë. Kishte shumë njerëz që kalonin, të rinë me çanta shpine, të moshuar me qen, nëna me karroca. Rruga ishte plot. Por pastaj, me cep të syrit, pa diçka. Diçka kafe vinj, e zgjatur, e rënë midis dy gurve të kalçadrës, pak larg fontanës. Kuleta. Sy i shpejt dhe ata reflekset të saj ndikuan. Pa menduar shumë, u ndal dhe e shikoi me kujdes. Mund të ishte e zbrazët, mund të ishte harruar aty qëllimisht, por pastaj e pa. Pak metra larg, një djalë i ri që ecte me hap të shpejt, me celularin në vesh, me çantë lëkurës mbi sup, duke mos kthyer kokën prapa asnjëherë. Ai nuk e kishte vënë re. Antonela shikoi kuletën, shikoi djalin, shikoi sërish kuletën. I kishte mjaftuar ajo sekonde vetme, nuk kishte nevojë për debat të gjatë mes zemrës dhe mendjes, nuk kishte nevojë për arsyetime apo llogaritje. Ishte diçka e thjeshtë. Dikujt i kishte rënë diçka dhe ai nuk e dinte. Kaq. U përplas dhe e mori. Kuleta ishte e rëndë, pa e hapur e ndjente peshën, ndjente diçka substanciale brenda saj. U ngrit dhe filloi të vrapoj. Nuk ishte si ato vrapimet nga filmat, elegante, me muzikë, me ngadalësim dramatik. Ishte vrapimi thjesht, pak i paqartë, me çantën shpine duke u tundur në shpinë dhe me flokët e saj të errta duke u çrregulluar nga era. Kaloi njerëz, u fajsua nga një kalimtar i moshuar që e shikoi me hutim dhe humbi pak orientimin për sekonda. Por e gjeti. Ai ndodhej në skaj të sheshit, ende me celularin në vesh. Antonela u ndal para tij, pak e nxehtë nga vrapimi, dhe e preku butësisht në krah. Djali u kthye, dhe për sekonda asnjëri prej tyre nuk foli. Ai ishte i ri, ndoshta disa vite më i madh se ajo, kishte fytyrë të rregullt, jo ato fytyra që të bëjnë të ndalesh dhe të shikosh, por ato fytyra të qeta dhe të ndershme që t'i mban mend gjatë. Syt ishin të gjelbër me shkëndi gri brenda, çuditërisht të qetë për dikë që kishte sapo kuptuar se i kishte rënë kuleta. Vesht kishte veshur thjesht, pantallonat e errta, këmish të bardhë, xhaketë të lehtë lëkure. Asgjë e tepërt, asgjë për të treguar. Kur Antonela i ashtriti kuletën, buzëqeshja e tij u ngri e pastaj u ndalua menjëherë, jo nga mosmirnjohja, por nga çudia. Mori kuletën me duart e tij dhe e shikoi. Pastaj e shikoi atë, pastaj sërish kuletën. E hapi, shikoi brenda dhe fytyra e tij ndryshoi. Nuk ishte vetëm lehtësim, ishte diçka më e thellë, diçka si të zgjohesh nga gjumi dhe të kuptosh se ëndi kishte ikur. Brenda kuletës kishte letra, karta dhe para, euro, të grumbulluara me kujdes. Antonela nuk i kishte numëruar, nuk kishte nevojë, por kishte ndjer peshën.
Tani po e shihte edhe reagimin e tij dhe kuptoi se ato para kishin rëndësi. Ai foli, italisht, natyrisht, por kishte diçka në mënyrën si foli, ngadalë, me saktësi, me fjalë që nuk ishin as shumë as pak. I tha se nuk e besonte. I tha se kishte pasur shumë herë raste kur gjërat e humbura nuk ktheheshin kurrë. I tha se brenda asaj kulete kishte 5.000 euro, para që i duheshin për diçka urgjente. I tha se nuk dinte si ta falenderonte. Antonela e dëgjoi. Ishte mësuar të dëgjonte me vëmendje. Kjo ishte zakon që e kishte pasur gjithmonë, të dëgjojë njerëzit jo vetëm me vesh, por me sy, duke vënë re mënyrën si lëvizin duart, si ndryshon toni i zërit, si shfaqen emocionet në përfytyr. Djali i foli me mirënjohje të vërtet, jo ato fraza të formuluara mirë, por ato fjalë të pakrehura që dalin kur njeriu është vërtet i impresionuar dhe pak i hutuar në të njëjtën kohë. Pastaj nxori nga kuleta një fash me euro, i shtrihi, tha se donte ta shpërblente 1.000 euro. Asgjë e madhe krahasuar me 5.000, tha ai, por donte të ishte diçka konkrete. Antonela shikoi parat. Nuk i duheshin? Jo, i duheshin. Aq shumë sa ndjente pak dhimbje vetëm duke i shikuar. Fundi i muajit po afrohej. Qeraja kishte ngritur pak, bursa kishte vonesë, dhe ajo ishte kursyese. Ngrinte çdo euro, llogariste çdo shpenzim, ikte dorë nga shumë gjëra që shoqet e saj i merrnin si normale. Por nuk priti. Tundi kokën. I tha jo, me buzëqeshje, me shumë qetësi, me atë lloj vendosmërie të butë që nuk ka nevojë për shumë fjalë. Tha se kishte bërë thjesht atë që duhet të bënte çdo njeri. Tha se nuk kishte pse shpërblihet mirësia. Djali e shikoi. Ishte heshtje e shkurtër, por e thellë. Pastaj foli sërish, dhe këtë herë toni i tij kishte ndryshuar paksa. Kishte një butësi të re, si të kishte kuptuar diçka për të që nuk ishte e zakonshme. I tha se kishte takuar shumë njerëz në jetën e tij, njerëz të edukuar, njerëz të shkolluar, njerëz me pozicion, por nuk kishte takuar shumë njerëz si ajo. Pastaj i bëri një pyetje të thjeshtë: a donte të pinte një kafe? Antonela kishte ligjërat, e dinte, kishte planifikuar çdo minutë të asaj mëngjesi. Kafe shpejt vet, 15 minuta shëtitje, hyrje në auditor gati para të gjithëve. Ishte organizuese nga natyra, i dhuronte çdo detaj vëmendjen e merituar. Por tha po. Pastaj mendoi pse kishte thënë po, dhe nuk gjeti shpjegim të plot. Ndoshta nga mirëdashja, nuk donte ta linte atë njeri pa mundësi ta falenderonte. Ndoshta nga kurioziteti, kishte diçka në sytë e tij, ajo qetësi e çuditshme, ata e tërhiqte. Ndoshta thjesht nga natyra e saj. Ajo lloj hapi i vogël drejt të panjohurës që dikur bën pa kuptuar pse, dhe shumë kohë më vonë kupton se ishte hapi i duhur. Hyn me një bar të vogël pak më larg sheshit. Bar me mure guri dhe kafelin të mbledhur ngushtë, jo nga nevoja, por nga estetika, ajo estetik italiane që bën edhe vendet e vogla të duken me karakter. Aroma e kafes ishte e fortë, e ngrohtë, gati e ndjeshme. Ulën në tavolinë pranë dritares. Kamarieri erdhi shpejt, ishte evident se djali e njihte, ose ndoshta thjesht vendi ishte i tillë që gjithkush njihte gjithë të tjerët. Porositën 2 espresso. Antonela kishte mësuar të pi kafe italiane. Jo sepse e donte fillimisht, por sepse ndihej gjë e huaj të pish çaj kur gjithë bota rreth teje pinte kafe me aq shumë krenari. Djali i ia tha emrin, Luka. Antonela i ia tha të sajin. Kishte diçka e veçantë në mënyrën si ai e dëgjoi, si ta kishte shënuar emrin diku brenda vetes, jo vetëm si informacion, por si diçka me vlerë. Pyeti nga ishte, dhe kur tha Shqipëri, nuk pati ato reagimet e zakonshme, ajo surprize lehtë, ajo pauze shkurtër kur njerëzit nuk dinin saktësisht çfarë të thoshin. Ai thjesht u interesua. Pyeti çfarë studioni, pyeti sa kohë kishte qenë atje, pyeti si e gjente qytetin. Biseda filloi ngadalë, me atë kujdes të dy njerëzve që nuk njohin ende njëri tjetrin, vëzhgues, të matur, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Por me kalimin e minutave u ngroh. Antonela kishte italishten e mirë dhe Luka fliste ngadalë, qartë, jo si dikush që flet me të huaj nga lart poshtë, por si dikush që respekton bashkëbiseduesin. Zbuloi se ai punonte, kishte një kompani, por nuk u fut shumë në detaje. Nuk u mburrën, nuk u treguan, nuk u sipërmorën. Ai fliste si dikush që e dinte vlerën e punës dhe nuk kishte nevojë ta bënte me zhurmë.
Ky ishte detaj I parë që Antonella vuri re. Ai nuk kishte nevojë të pohohej. Ajo nga ana e saj fliste me entuziazëm për studimet, fushat e saj, librat që po lexonte, mënyrën si çdo leksion I hapte dritare të reja mendimi. Kishte pasion të vërtet dhe ai dukej, jo si diçka e performuar, por si diçka organike, e dal nga brendësia. Luka e dëgjonte. Vërtet e dëgjonte, jo duke pritur radhën e tij, por duke ndjekur çdo fjalë me vëmendje. Dhe ky vëmendje, ishte diçka e rrallë. Antonella kishte mësuar të dallonte njerëzit që dëgjojnë nga ata që presin të flasin. Luka bënte të parën. Kafja u mbari. Kishin folur gati gjysmë ore. Antonella vuri re orën dhe ndjeu atë panik të njohur, po vonohej për ligjërat. U ngrit me nxitim, mori çantën, tha se duhej të ikte. Luka u ngrit edhe ai. Ja pagoi kafen, pa pyetur, pa ngulur, thjesht me atë natyrshmëri të dikujt që e bën zakonisht. Pastaj ja shtriu dorën dhe tha faleminderit sërish, jo me fjalë të tepërta, por me seriozitetin e dikujt që e ndjente vërtet. Antonella ja shtronti dorën dhe iku. Ndërkohë që ecte me hap të shpejt drejt universitetit, me mendjen ende pak larg, vuri re diçka të çuditshme. Nuk ishte menduar as për parat, as për ligjëratën e humbur, as për asnjë nga shqetësimet e zakonshme. Kishte menduar vetëm për atë bisedë, ato 30 minuta të kafes, dhe ndjente diçka të lehtë brenda, si të kishte hequr nga shpatullat një barr që nuk e kishte ndjerë se mbante. Javët që pasuan ishin normale, ekstraordinarisht normale në fakt, dhe kjo normalitet kishte diçka pak frustruese për Antonellën, ndonse nuk e pranonte hapur, as me veten e saj. Ajo ecte çdo ditë nëpër të njëjtën rrugë, kalonte nëpër të njëjtin shesh, shikonte të njëjtën fontan, dhe ndonjëherë, jo çdo ditë, por ndonjëherë, vëmendja I shkonte drejt asaj pike të kalçadrës ku kishte parë kuletën, dhe mendohej për atë mëngjes. Jo me nostalgjinë e dikujt që rënkon nga diçka e humbur. Jo, ishte diçka më I qetë, më delikate, sikur lexon një faqe libri që të kap dhe e mbyll librin, por mendja të kthehet tek ajo faqe pa ta kërkuar. Luka nuk ja kishte marrë numrin e telefonit, as ai nuk ja kishte kërkuar të sajnë. Kishte qenë ajo takimi I rastit, I plot në vetvete, I mbyllur, pas një vazhdim të premtuar. Dhe ndoshta kjo ishte mirë, ndoshta kjo ishte ashtu siç duhej. Por pse vazhdonte ta kujtonte? Shoqet I kishte treguar histori. Të katërta ishin mulur në dhomën e tyre të vogël me një shishe vere të lirë dhe bukë me djath, dhe Antonella kishte rrëfyer historinë e kuletës me atë stilin e saj narrativ, me detaje, me atmosferë, me pauza dramatike në momentet e duhura. Shoqet e kishin dëgjuar me gojë hapur, kishin bërë pyetje, kishin ngritur vetulla, kishin thënë, e paguaj ti kafen? Me ato tonin e habitjes teatrale të vajzave që ndjejnë romantik kudo. Antonella kishte qeshur, kishte thënë se nuk ishte asgjë romantike, ishte thjesht një akt mirësjellje I thjesht nga të dy anët, por kur shoqet kishin shkuar ta flenë dhe ajo kishte mbetur vetëm, me librin e saj, me llampën e vogël të ndezur në cep, kishte menduar se ndoshta jo çdo gjë mund të kategorizohej kaq lehtë si e zakonshme apo romantike. Disa gjëra janë thjesht gjëra, dhe megjithatë mbeten me ty. Ndërkohë, jeta vazhdonte. Sesioni po afrohej. Kishte detyra, prezantime, konsultime me profesor. Kishte telefonate me nënën dhe babain. Kishte ato momente lodhje kur e pyeste veten pse kishte zgjedhur të largohej kaq larg kur mund të kishte qëndruar pranë familjes. Por astaj ndodhte diçka, një ligjërat tepër interesante, një libër që të hapte mendjen, një bisedë me ndonjë shok nga vendet e tjera, dhe kujtonte pse kishte ardhur, sepse gëzimi I mësuarit ishte real, sepse rritja, ajo rritja e vërtet, që të zgjeronte mënyrën si shihej botën, kishte çmim, dhe ai çmim ishte distanca. Antonella e pranonte. Dhe pranonte edhe gjërat e tjera. Mungesën e parave që sa vinte ndihej më shumë, nevojën për të gjetur ndonjë punë part-time, shqetësimin e vazhdueshëm për të ardhmen. Kishte dërguar disa CV, biblioteka universitare, ndonjë bar afër kampusit, ndonjë dyqan librash, por asgjë nuk kishte kthyer përgjigje. Tani kishte arritur atë fazë të dytë, fazën e realitetit, ku gjërat dukeshin pak më të vështira, pak më të ftohta, pak më shumë si punë dhe pak më pak si aventurë. Por ajo ishte Antonella,
dhe Antonela nuk dorëzohej. Nuk e planifikoi, kur nuk planifikonte gjërat e rëndësishme. Ato ndodhnin thjesht, si të ishin shkruar diku tjetër, dhe thjesht kërkohej prej saj të ishte prezente. Ishte ditë e shtunë, kishte shkuar në treg, ato tregjet e hapura italiane me fruta dhe perime të ngjyrosura, me shitës që të thirrën me emër edhe pse nuk të njihnin, me erën e trëndafilave dhe domates të pjekur. Kishte bler domate, pak spinaq, bukë të zezë me fara dhe një kokë hudhra. Bukuria e gatimit të lirë. Kthehej me çantën në krah, ndjente atë kënaqësi të thjesht të dikujt që ka bërë blerjet e javës brenda buxhetit. Dhe pastaj e pa sepse ai e pa të parë. Ishte ulur në teracën e një restoranti modest, me laptop dhe dokumente para tij, me një filxhan kafe gjysmë të zbrazët pranë. Po punonte, duke e qartë, ajo koncentrimi karakteristik i dikujt që e mendon fort diçka. Por kur Antonela kaloi, ndoshta 3 metra larg, ai ngriti kokën. Syni u kthye, ishte sekonda vetëm, por e njohën. Buzëqeshja e tij ishte e papritura, e gjerë, e sinqert, jo atë buzëqeshje të studiuara të njerëzve shoqëror, por ajo lloj gëzimi i papritur ku shefti këtë papritur dhe të mirë pritur. U ngrit, i hodhi dorë, ai gjesti italian i ngrohtë dhe pak teatral, por gjithmonë i sinqert kur bëhet nga zemra. Antonela ndali, zemra i bëri diçka, ajo dridhje e lehtë, si korda e instrumentit kur preket për herë të parë pas kohësh. Shkëmbyen fjalë, pyetjet e zakonshme, si jeni, si ecin gjërat, por kishte nën kuptim tjetër. Ishin të dy të gëzuar nga takimi. Jo gëzimi deklaruar, por ai lloj energjie pozitive që krijohet kur dy njerëz që kanë pasur një ndërveprim të mirë takohen sërish dhe kuptojnë se ata mendimi i parë pozitiv i njëri tjetrit ka rezistuar kohës. Luka pyeti nëse kishte kohë. Antonela shikoi orën, ishte mëngjesi i shtunë, nuk ishte gjë urgjente. Tha po. Kjo herë ishte ndryshe nga kafe e parë. Kafe e parë kishte qenë diktuar nga ngjarjet, ajo atmosfere të pastudiuarit, e nxitimit e habis. Kjo herë ishte zgjedhje. Ishin ulur vetë me qëllim, pa justifikime të jashtme. Biseda shkoi thellë shumë shpejt. Luka pyeti çfarë mendonte për qytetin tani, jo mëngjesin e parë, jo pamjen, por mënyrën si ndihesh kur je brenda tij për kohë. Antonela u mendua. Tha se ishte si të mësohesh me ndonjë muzikë të panjohur, fillimisht e çuditshme, pak e largët, por pastaj fillon të njohësh meloditë dhe pastaj befa se ke bërë tënden. Luka e dëgjoi dhe tha se kjo ishte përshkrimi më i bukur që kishte dëgjuar ndonjëherë për këtë qytet, dhe i kishte thënë ai në shumë vende. Antonela u skuq pak, jo nga turpi, por nga ai lloj kënaqësie kur dikush vlerëson, jo çfarë ke bërë, por mënyrën si mendon. Folën për libra. Luka lexonte shumë, jo libra biznesi apo vetëndihme, por romane, poezi, histori. Kishte surprizuar Antonelën, kishte supozuar pa qëllim se një njeri biznesi lexonte biznese, por ai kishte listë librash që e çuditnin dhe kishte mendime për secilën, dhe mënyra si fliste për librat kishte atë ngrohtësi intime të dikujt që ka jetuar brenda faqeve. Antonela ndjeu atë ngrohtësi të njohur, ajo ndjesi kur kupton se njeriu para teje është kompleks, me shtresa, me thellësi. Ndjesi të rrallë, shumë shpesh njerëzit ishin ashtu siç dukeshin. Luka ishte më shumë. Takimi zgjati 2 orë. Kur u ngritën, kishte diçka të pakrehur. Asnjëri nuk donte ta mbyllte bisedën, por asnjëri nuk dinte si ta vazhdonte. Luka nxorri kartvizitën e tij, nga ato kartat e thjeshtë me vetëm emrin dhe numrin dhe emailin. Ja dha. Tha, nëse do të doje të vazhdoje bisedën ndonjëherë tjetër, ai do të ishte i lumtur. Antonela mori kartën, e vendosi me kujdes në xhep. Tha, faleminderit. Ndaheshin, ai drejt tavolinës së tij, ajo drejt shtëpisë, dhe Antonela ndjeu ato shikim në shpinë, atë lloj shikim që e ndan nga shumica. Dije se dikush të ndjek me sy, jo nga kureshtja, por nga diçka tjetër. Nuk u kthye, por buzëqeshi pak, me fytyrën drejt rrugës. Kartvizita e Lukës ndenjur për 3 ditë mbi tavolinën e vogël të dhomës, atë tavolinë të mbushur me libra, shënime, lapsa dhe një gotë me lule të thata. Antonela e shikonte her pas here, jo me obsesion, mos e keq kuptoni, por me atë vëmendje të lehtë me të cilën vëren diçka të re në hapësirën tënde. Shoqet e kishin parë, natyrisht, kishin bërë pyetje.
Antonela kishte rrëfyer takimin e dytë dhe dhoma kishte shpërthyer me komentet e tyre, gëzueshëm me zhurmë, si vajzat që e duan romantikën, edhe kur ajo nuk e kërkon. Antonela kishte qeshur, kishte tumbur kokën, kishte thënë se nuk ishte asgjë, por ndërkohë, me tepsi para tyre, me supë të nxehtë të bërë bashk, ishte ndjer mirë, ajo ngrohtësi e miqësisë dhe e ndarjes së gjërave të vogla. Ditën e katërt e mori kartvizitën dhe e futi në tiroar. Jo për ta harruar, por sepse donte të vendoste me qetësi, jo me impuls. Kishte thënë me veten, nëse ka diçka reale aty, koha do ta tregoj, dhe nëse nuk ka, atëherë ishte vetëm 2 kafe të bukura me njëri interesant, edhe kjo gjë e mirë. Por koha kishte mënyrën e vet të mos qëndronte e qetë. 2 javë pas takimit të dytë, erdhi email. Adresa ishte ajo nga kartvizita, luka.mbiemri@kompania.it, dhe subjekti ishte i thjesht, bisede pa përfunduar. Antonela e hapi me zemër paksa të shpejtuar. Ishte letër e shkurtër, e drejt për drejt dhe ngrohtë në të njëjtën kohë. Luka shkruante si fliste, me qartësi, pa shumë zbukurime, por me substancë. Shkruante se kishte menduar gjatë bisedës së tyre dhe se kishte diçka që donte t'ja tregonte, jo nëpër email, por personalisht, nëse ajo do pranonte. Kishte pyetur nëse donte të takoheshin sërish, jo si shpërblim, jo si detyrë mirësjellje, si vetja. Antonela lexoi emailin 2 herë, pastaj 3 herë. Pastaj e mbyllu laptopin dhe doli të ecte. Kishte nevojë për ajër dhe për hapat e qetë mbi gur, ato hapa që e ndihmonte të mendonte. Ecte dhe diskutonte me veten, jo debat dramatik mes zemrës dhe mendjes, ajo lloj sherri melodramatik i filmave. Ishte më i matur. Ishte, ç'dua vërtet? Çfarë po ndodh tani? A jam gati? Ishte e sinqert me veten. Kishte pak frikë. Jo frikë nga Luka si person, por frikë nga ajo gjë e panjohur që fillon kur 2 njerëz fillojnë të afrohen dhe askush nuk di ende si do të mbarojë. Frikë nga mundësia e lëndimit, frikë nga fakti se ajo ishte këtu me status studenti, me jetë të përkohshme, me rënë në një vend tjetër, dhe ai kishte jetën e tij të ndërtuar, të qëndrueshme, të rrënjosur thellë në këtë qytet. Por pastaj mendoi diçka tjetër. Mendoj se frika nga mundësia e bukur është gjëja më e trisht në botë. Mendoj se nëse do të kthehej një ditë në shtëpi, pa pasur guximin të thoshte po kur e meritonte, do të mbante me vete jo dhimbjen e një dështimi, por diçka më të vështirë, rigretin e mundësisë së paprekur. Ktheu nga dhoma, hapi laptopin, shkroi përgjigje, e shkurtër, e thjesht, e ngrohtë. Tha po. Zgjodhën të takoheshin të enjte në mbrëmje. Jo restoranti i shtrenjtë me rezervim formal, por një trattoria e vogël nga ato që nuk shkruhen në asnjë guid turistike, por ku ushqimi është i bërë me dashuri, dhe tavolinat janë pak të lëkundura dhe muri mban fotografi të zeza e bardha të familjes së pronarit. Ato vende kanë shpirt. Antonela kishte kaluar atë pasdite mes 2 mendimeve, po vishej, po zhvishej sërish, me atë lloj ankthi të lehtë dhe qesharak që i ndodh gjithkujt para diçkaje të rëndësishme, por nuk e pranon kur hapur. Kishte vendosur fundit për një fustan të thjesht blu të errët, me një shall të lehtë lëshi, asgjë e tepruar, por me stil. Kur arriti te trattoria, Luka ishte tashmë aty. Kishte ardhur herët, jo si gjest formal, por sikur kishte qenë jetur të fillonte. U ngrit kur e pa hyrë. Ky gjest, kaq i vogël, kaq i natyrshëm, bëri që Antonela të ndihte diçka të ngrohtë në gjoks. Ulën, porositën, vero lokale, pjatat e ditës, dhe biseda filloi prej ku kishin lënë. Por kësaj radhe kishte thellësi tjetër, sepse kishin kaluar kohë mes takimeve, kishin menduar se cilin e heshtje, kishin vendosur të vinin, kishin zgjedhur njëri tjetrin. Kjo zgjedhje e dytë, e qëllimshme, e vetdijshme, kishte peshën e vet. Luka filloi të fliste për diçka që Antonela nuk e priste. Filloi të fliste për vetmin, jo si ankesë, jo si lamentim, por si vëzhgim i qetë dhe i ndershëm. Tha se kishte kohë që ndjente se jeta e tij, me gjithë aktivitetin dhe suksesin e saj si përfaqësor, kishte një boshllëk të çuditshëm. Tha se kishte shumë miq si përfaqësor dhe pak biseda të vërteta. Tha se ai mëngjes kur kishte humbur kuletën dhe kishte takuar atë, kishte qenë i habitur jo vetëm nga gjestura, por nga mënyra si ajo kishte folur
nga mënyra si e kishte dëgjuar, nga ndihimi i rrallë se kishte para tij dikë që ishte plotësisht e pranishme. Antonela e dëgjoi. Kishte notë të vërtete në çdo fjalë, jo ato rrëfime të studiuara të njerëzve që dinte jenë tërheqës. Kishte brishtësi, dhe brishtësia e vërtet, ajo kur njeriu e lejon veten të shihet, është gjëja më e guximshme dhe më tërheqëse që ekziston. Ajo nga ana e saj u hap pak, fliste për shtëpinë, për nënën e babain, për atë ndjesi dyfish, të lirë dhe të rrënjosur njëkohësisht, të guximshme dhe të vetme. Fliste për studimet me pasion dhe për ankthet financiare me qiltërsi, jo si dikush që kërkon simpati, por si dikush që i beson mjaftueshëm bashkëbiseduesit për të qenë sinqert. Luka e dëgjoi çdo fjalë, dhe kur ajo përfundoi, ai nuk tha gjëra të zbrasta për ta qetësuar. Tha diçka të vërtet, se respektonte shumë mënyrën si ajo e jetonte jetën e saj, me integritet, me krenari, me forcë. Darkuan nga gal, nuk kishin nxitim, dilnin fjalë, heshtnin, pinin verë, qeshnin. Jo ato të qeshura të detyruara të kur doni të krijoni atmosferë, por ato të qeshura të natyrshme, kur diçka është vërtet qesharake. Kishte edhe heshtje, dhe heshtjet e tyre nuk ishin të pakëndshme. Ishin ato heshtje të plota, ku nuk e nevojë të mbushësh hapësirën me fjalë, sepse prania e njëri tjetrit mjafton. Kur dolën, natën e kishte mbuluar qytetin me atë dritë të artë të lampadarëve. Era kishte freskinë e natës dhe erën e gurëve të lashtë. Ecnin pak bashk, drejt stacionit ku Antonela do merrte autobusin. Hapat e tyre kishin të njëjtin ritëm pa u marrë vesh. Para se të ndaheshin, Luka ndaloi. E shikoi, jo ashtu si të shikosh dikë, por ashtu si të shikosh dikë vërtet, me gjithë vëmendjen. Tha se ishte gëzuar shumë, tha se donte të takoheshin sërish. Antonela tha po, kësaj radhe pa e mbajtur të pezull me vete. Ekziston një periudhë veçantë në fillim të çdo lidhje. Periudha para deklaratave, para kategorive, para se gjërat të kenë emër. Është periudha kur gjithçka është e mundshme dhe asgjë nuk është siguruar. Dhe kjo kombinim i hapjes dhe pasigurisë ka një cilësi pothuajse magjike, si dritë e hershme e mëngjesit para se bota të zgjohet plotësisht. Antonela kishte hyrë në atë periudhë pa e kuptuar menjëherë. Ditët kishin filluar të kenë ngjyrë tjetër. Jo dramatikisht, qeli nuk ishte ndryshuar, librat ishin po ata, ligjëratat po ato, por kishte diçka brenda saj që ishte rregulluar pak ndryshe. Si kamera që fokusohet dhe papritur çdo gjë duket më e qartë. Shkëmbenin mesazhe, jo çdo minutë, jo me atë intensitet të ankthshëm të dikujt që friksohet nga heshtja, por çdo ditë kishte diçka. Ndonjëherë vetëm një fjali, ndonjëherë një foto e diçkaje që njëri kishte parë dhe i kishte kujtuar tjetrin. Ndonjëherë pyetje të vogla pa rëndësi të madhe, por me kuptim të fshehur. Luka i dërgoi një herë foton e një libri. Kishte gjetur në një librari të vogël, autor shqiptar i përkthyer në italisht. Kishte shkruar: "Kjo gjuha juaj ka muzikë të veçantë edhe kur lexohet në përkthim." Antonela kishte ndenjur me ato fjalë. Kishte ndjenjë të çuditshme, sikur dikush vlerëson diçka nga ty që nuk e ke zgjedhur vet, por e mban me krenari. Shtëpinë, gjuhën, origjinën, ato gjëra për të cilat nuk ke merit, por që të formojnë plotësisht. I kishte shkruar prapa: "Një ditë do të mësoj disa fjalë shqip, ka fjalë që nuk ekzistojnë në asnjë gjuhë tjetër." Ai kishte shkruar: "Pres me padurim." Kishte edhe takime të tjera, kafe, shëtitje, ndonjë ekspozitë arti që kishin vizituar bashk. Çdo takim kishte shtuar një shtresë mbi atë që po ndërtohej mes tyre. Nuk ishin ngrindur ende, nuk ishin kapur mbi diçka të vrasht, ishte ende ajo fazë e hershme kur njerëzit tregojnë versionet e tyre më të mira. Por kishte gjëra të vërteta edhe atëherë, ato brishtësi të hershme të ndara, ato qaste kur njëri kishte thënë diçka shumë të sinqert dhe tjetri i kishte pranuar pa e bërë të madha.
Antonella kishte vënë re se Luka kishte zakon të prekte thendet me kujdes. Libra, got, sendet e vogla mbi tavolinë. I trajtonte me respekt, si të kishin vlerë pavarësisht nga çmimi. Kjo gjë i kishte thënë shumë. Njerëzit trajtojnë sendet ashtu siç trajtojnë njerëzit, me të njëjtin nivel kujdesi ose pakujdesie. Kishte vënë re edhe diçka tjetër. Luka nuk fliste keq për asnjë. Jo për punonjësit e tij, jo për konkurrentët, jo për miqtë e vjetër. Kur dikush i bënte padrejtësi dhe Antonella kishte dëgjuar ndonjë rast, ai e trajtonte me ftohtësi analitike, jo me inat. Kishte mënyrë të tregonte anën e tij pa ulur asnjëherë. Ky karakter, ky integritet i qetë, e tërhiqte Antonellën thellë, jo sepse ishte e pazakon të shikohej, por sepse ishte e rrallë të gjeje. Nga ana e saj, Luka kishte filluar të tregonte gjëra të vogla. E kishte thirrur tonin ndonjëherë me lejen e saj, ai shkurtimi ngrohtë i emrit që krijohej vetëm mes njerëzve që njohim me intimitet. Kishte filluar ta ftonte jo vetëm për kafe, por edhe për gjëra të tjera. Treg të shtunës, shëtitja mbrëmjesh, ndonjë koncert i vogël jazz në një lokal nëntoksor. Kishte filluar të ndërtonte një jetë të përbashkët nga copsat, pa e shpallur, pa etiketuar, thjesht duke bërë. Dhe Antonella i pranonte. Çdo herë, me atë po të qetë por të ndërgjegjshëm, ato po që thuhet kur kuptosh se nuk e frik nga ajo që po ndërton. Por kishte edhe ditë të tjera, ditë kur ndihej e tërhequr prapa nga dyshimi, ditë kur pyeste veten, a jam duke bërë mirë? A jam duke investuar emocionalisht në diçka që ka bazë? A jemi vërtet të pajtueshëm apo po projektojmë njëri mbi tjetrin ato gjëra që duam të shohim? Ato ditë i kalonte me libra dhe me shënime. E kishte zakon të shkruante ditar, jo çdo ditë, por kur kishte shumë brenda. Shkruante pyetje, jo përgjigje. Shkruante vëzhgime. Shkruante ato konfuzionet e vogla dhe ato momentet e bukura një lloj, pa i kategorizuar si pozitive ose negative. Thjesht si realitet. Dhe nga ai ditar, pak nga pak, kishte dalë qartësia. Ishte javë e zakonshme studimi kur Luka i shkroi diçka paksa të ndryshme nga mesazhet e zakonshme. Jo pyetje për takimin tjetër, jo ndonjë vëzhgim i vogël, por diçka konkrete dhe pak e papritur. Kishte shkruar se donte t'i tregonte diçka personalisht kur t'kishte kohë. Antonella kishte ndjer atë ngurimin e njohur. Çdo me thonë kjo, ishte njoftim pozitiv apo negativ? Kur njeriu thot dua të tregoj diçka, mendja shkon menjëherë aty ku i friksohet, por e kishte thënë me veten. Mos interpreto para se të dëgjosh, mos e ndërtoja historinë para se të ndodh. U takuan të nesërmen, kafe e zakonshme, vend i njohur. Luka kishte ardhur pak i preokupuar, jo me humor të keq, por me atë lloj mendimi të thellë të dikujt që ka menduar gjatë për diçka. Filloi duke e pyetur si po shkonin studimet. Antonella i tregoi me çiltësi, mirë akademikisht, por financiarisht i tensionuar, sepse bursa kishte vonesë dhe shpenzimet ishin duke u shtuar. Nuk e tha me qëllim ankimi, e tha thjesht si fakt, si gjë zakonshme e jetës. Luka e dëgjoi, pastaj, me atë qetësi të tij karakteristike, i tha. Kishte nevojë për dikë të besueshëm në kompaninë e tij, jo pozicion i madh, jo punë e vështirë teknikisht, por rol që kërkonte saktësi, organizim dhe gjuhë italishte të mirë. Kishte disa detyra administrative, korrespondencë me klient, organizim dokumentesh, orar fleksibil, i përshtatur plotësisht me orarin e studimeve. Pagë mirë, jo shumë, jo pak, por e ndershme. Tha se kishte menduar për të. Tha se kishte parë mënyrën si organizoi ajo, mënyrën si komunikonte, mënyrën si trajtonte gjërat. Tha se do t'ishte shumë mirë ta kishte si pjesë të ekipit të tij. Por, dhe këtu kishte qenë shumë i qartë, nuk donte ta ndjente asnjëherë sikur ajo punonte sepse kishte marrëdhënie me të. Nëse thoshte po, do të quhej mbi bazë meriti dhe serioziteti. Dhe nëse gjërat mes tyre do të ndryshonin ndonjëherë, puna do të qëndronte puna. Kishte qenë ky transparencitet, ky kujdes për dinjitetin e saj, që kishte bërë që Antonella ta shikonte ndryshe. Shumë njerëz do ta kishin bërë ofertën pa e thënë atë pjesë. Ai e kishte thënë, sepse e kishte menduar, sepse i kishte dhënë rëndësi asaj si individ, jo vetëm si dikush pranë tij. Antonella kishte menduar, jo shumë gjatë,
Kishte pasur nevojë vetëm për ato minuta të heshtjes ku gjërat vendosen nga brenda. Kishte thënë po. Java e para punës kishte qenë e tensionuar, jo nga atmosfera, por nga brenda saj. Antonella kishte vendosur me vete të qëndronte profesionale në çdo sekond. Çdo detyrë do ta bënte me saktësinë maksimale. Çdo email do ta shkruante me kujdes. Çdo afat do ta respektonte. Nuk i lejonte vetes asnjë dobësi, jo sepse dikush e priste, por sepse ajo e priste prej vetes. Zyra e kompanisë ishte modeste, jo ato ambiente luksoze me mobilje të shtrenjta dhe pamje panoramike. Ishte hapësirë punuese e vërtet. Tavolina, kompjutera, shelfa me dosje, një kuzhinë e vogël me makinë kafeje gjithmonë aktive. Njerëzit që punonin aty ishin pak, 4 ose 5, dhe kishin atë dinamikën karakteristike të ekipeve të vogla. Të gjithë dinin punën e njëri tjetrit, kujdeseshin për njëri tjetrin dhe kishte pak hierarki formale. Luka në punë ishte ndryshe, jo ndryshe negativisht, por ndryshe interesantas. Kishte autoritet të natyrshëm, jo të imponuar me zë apo gjest, por të pranishëm thjesht nga mënyra si mendonte dhe vendoste. Ishte i drejt për drejt me gjithkënd, respektues me gjithkënd, dhe kishte atë cilësi të rrallë të liderëve të mirë, dinte të dëgjonte edhe kur ishte ai që kishte vendimin final. Punonin bashk, por me distancë profesionale, askush nga dy nuk e shthurri rolin. Kur takoheshin gjatë orës së punës, ishin kolegu dhe punëdhënësi. Kur takoheshin jashtë, ishin ata, 2 njerëz me histori të ndërtuar ngadalë dhe me kujdes. Ky ndarje i kishte bërë të dy mirë. I kishte dhënë Antonellës konfirmimin se vlera e saj nuk ishte të bënte me marrëdhënien, dhe i kishte dhënë Lukës konfirmimin se vendimi i tij kishte qenë i drejtë. Javët kaluan. Muajt filluan të kalonin me ritmin e ri, studime, punë, takime, mesazhe, shëtitje, biseda. Jeta e Antonellës kishte marrë formë, si puzzle e ndërtuar ngadalë, ku copzat vendoseshin jo me nxitim, por me kujdes. Kishin kaluar disa muaj kur gjërat filluan të ndiheshin ndryshe, jo me ngjarje dramatike, por me atë zhvendosje të qetë që ndodh kur 2 njerëz kalojnë kohë të mjaftueshme bashk dhe fillojnë të ndërtojnë gjuhën e tyre të veçantë. Kishin fjalorin e tyre, shprehje të vogla, referencat e brendshme, ato batuta që qeshin vetëm ata dy sepse dalin nga historia e tyre. Kishin zakonet e tyre, kafja e shtunës, shëtitja e mbrëmjes nëpër rrugët e vjetra, ai moment kur Antonella lexonte dhe Lucka punonte pranë, secili në heshtjen e tij, por bashk. Kishte një mbrëmje kur kishin zënë grindjen e parë, e vogël, diçka e pakuptimt fillimisht, si shumica e grindjeve të para. Lucka kishte bërë plan pa e pyetur asaj, duke supozuar se ajo dinte. Antonella kishte ndjerë sikur mendimi i saj nuk kishte rëndësi. Kishte thënë diçka, jo shumë fort, por me qartësi. Lucka kishte qenë i habitur fillimisht, pastaj kishte qenë i qetë. Kishin folur, vërtet folur, jo me mbrojtje dhe sulme, por me dëgjim të vërtet. Lucka kishte pranuar se kishte gabuar. Antonella kishte pranuar se kishte reaguar pak shumë fort. Kishin mbaruar mbrëmjen mirë, me ngrohtësi, me atë lloj mirëkuptimi të thelluar që vjen pas konflikti i zgjidhur mirë. Ajo grindje e vogël kishte qenë paradoksalisht një nga momentet që i kishte afruar më shumë, sepse kishte treguar si sillej secili kur gjërat nuk shkonin gjithmonë mirë. Kishte treguar se ata dy mund të bënin të vështirën pa u prishur. Kishte edhe momente kur Antonella ndihte atë tërheqje familjare të dyshimit, ato mbrëmje kur kishte shikuar në dritare dhe kishte menduar. Por, a i takon kjo jeta ime vërtet? A nuk jam duke u larguar shumë nga vetja? Apo rrezikoj të humbasim brenda kësaj lidhjeje atë pavarësi dhe fuqi që kisha gjetur kaq me mundim? Ato pyetje nuk ishin shenja dobësie, ishin shenja maturie. Antonella i dinte, por i dinte edhe diçka tjetër, se pyetja nuk është nëse dashuria të ndryshon, gjithmonë ndryshon. Pyetja është nëse të ndryshon drejt vetes tënde të mirë apo larg kësaj. Dhe çdo herë kur pyeste këtë, përgjigjja kishte qenë e njëjtë. Pran Luckës, ajo ndihte veten e plot, jo të humbur, por të pranishme, jo të kontrolluar, por të zgjedhur, jo të varur, por të dashur. Ishte ndryshim i madh. Nëna e parë e vuri re. Nënat e vën re gjithmonë, edhe nga larg, edhe nëpër ekran, edhe kur vajzat flasin për gjëra krejtësisht të tjera.
Ka diçka në zërin e vajzës kur ajo është e lumtur nga njeriu, diçka e lehtë, e ngrohtë, e rrumbullakosur, dhe nëna e Antonelës e kishte ndjerë. Ti ke dikë, kishte thënë një herë, gjatë telefonatës së zakonshme të mbrëmjes, pa akuza, pa ton ndëshkues, thjesht vëritje e butë. Antonela kishte hezituar, pastaj kishte qeshur paksa dhe kishte filluar të tregonte jo gjithçka, por mjaftueshëm. Kuleta, kafja, takimet, puna, ato muaj të ndërtimit të ngadalt. Nëna kishte dëgjuar në heshtje, pastaj kishte thënë diçka që Antonela e kishte mbajtur me vete gjatë. Kujdesi si ecin gjërat, jo sa shpejt ecin. Gjërat e vërteta nuk nxitojnë. Babai kishte thënë pak si gjithmonë, por ky pak kishte qenë: "A është njeri i mirë?" Dhe kur Antonela kishte thënë po, ai kishte qenë i qetë. Kaq. Kishte folur edhe me vëllain e saj të madh, ai i vetmi që e loron me pyetje konkrete dhe me humor të thatë tipik i vëllezërve. Kishte bërë pyetje për kompaninë, për parat, për seriozitetin. Antonela i kishte kthyer me buzëqeshje dhe me fakte. Edhe ai kishte qenë i qetë fund-fund. Familja kishte miratuar, jo me ceremoni, por me atërheshtje pozitive që thotë: "Nëse ti je mirë, ne jemi mirë." Edhe Luka kishte folur me familjen e tij. Kishte treguar diçka, jo çdo detaj, por kontekstin. Prindrit e tij jetonin në qytet tjetër italian dhe kishte marrëdhënie normale me ta, jo tepër të afërta, jo tepër të largëta. Nëna e tij kishte qenë e kureshme, siç bëjnë nënat, kishte bërë pyetje, kishte dashur të dinte. Luka i kishte treguar pak, por me tone pozitive. Kjo paralelizëm, të dyja familjet që mbështeteshin pa ndërhyrë, secila me stilin e vet, kishte qenë gjë e mirë, sepse lidhjet herë prishen jo nga njerëzit e tyre, por nga presionet familjare të jashtme. Kur ata mungojnë, njerëzit kanë hapësirë të ndërtojnë. Por pastaj erdhi stuhia. Jo me paralajmërim, kur nuk vin me paralajmërim. Ishte periudhë vështirë studimesh, sesioni fundor me 2 provime të rënda brenda javëve. Antonela kishte punuar intensivisht, kishte fjetur pak, kishte ngrënë gabim dhe kishte lënë shumë gjëra për fundin. Ndjehej e lodhur, jo vetëm fizikisht, por me atë lodhje të thellë ku mendon të gjitha pyetjet njëkohësisht dhe asnjë nuk ka përgjigje. Në atë periudhë, Luka kishte pasur edhe ai situatë të vështirë biznesi, problem me kontratë, negociata të shtresshme, orare të çrregulluara. Kishin pasur ditë kur kishte qenë i padisponueshëm, ditë kur mesazhet kishin ardhur me vonesë, mbrëmje kur kishte qenë i lodhur dhe i preokupuar. Antonela e kishte kuptuar, intelektualisht, por emocionalisht, në mes të stresit të saj, kishte ndjerë diçka tjetër. Kishte ndjerë boshllëk, kishte ndjerë se mbështetja po mungonte pikërisht kur i duhej. Kishte ardhur mbrëmja kur gjërat kishin dalë. Jo me grinde të zëshme, me fjalë të qeta por të rënda. Antonela kishte thënë se ndjej e vetmuar gjatë asaj periudhe, se kishte pasur nevojë dhe nuk kishte qenë aty. Lucka kishte reaguar fillimisht me mbrojtje, ai gjest natyral por i gabuar i dikujt që ndjehet akuzuar padrejtësisht. Kishin folur shumë gjatë asaj mbrëmjeje. Kishte lot, nga ajo, jo të shumt, por ato lota të sinqert që dalin kur e ke mbajtur brenda shumë. Kishte heshtje të gjata. Kishte fjalë që hidheshin dhe tërhiqeshin, fjalë të papjekura dhe fjalë të matura, fjalë që lëndonin dhe fjalë që shëronin. Lucka kishte quar duart mbi fytyrë dhe kishte qëndruar kështu për minuta. Pastaj e kishte ulur dhe kishte shikuar atë, me sytë e tij të gjelbër me gri, me atë shprehje të njohur të dikujt që po lexon diçka brenda vetes. Kishte thënë: "E ke të drejtë, jam larguar, nuk e gjeta mënyrën." Kjo pranim, i thjesht, i drejt për drejt, pa justifikime, kishte ndryshuar diçka. Kishte lëshuar diçka. Antonela kishte ndjerë atë lodhje të transformohet, jo të zhduket, por të bëhet diçka tjetër. Diçka si dhimbje e pranuar, e cila nuk lëndon një lloj si dhimbja e mohuar. Kishin folur deri vonë, kishin kuptuar gjëra, për nevojat e njëri tjetrit, për stilet e komunikimit, për atë si secili shprehte dhe priste mbështetje. Nuk ishin gjëra të vogla, ishin themelet e vërteta të çdo lidhje. Kur Antonela kishte dalë nga i apartamenta të natë, ecte në rrugë,
mes dritave të llampadarëve dhe heshtjes së vonë, kishte ndier diçka të rëndë dhe të lehtë njëkohësisht. Të rëndë sepse kuptoi se çdo gjë e mirë kërkon punë. Të lehtë sepse kishte folur, kishte dëgjuar, kishte qenë e vërtet, dhe ata dy ishin ende aty, ende bashk. Disa lidhje prishen nga stuhit, të tjerat temperohen, e tyre e dyta. Çdo marrëdhënie ka gramatikën e saj, fjalë dhe heshtje, periudha dhe pikpyetje. Pas atij takimi të vështirë, Antonela dhe Lucka kishin filluar të flisnin ndryshe. Jo me shumë fjalë, por me fjalë më të sakta. Kishin mësuar njëri tjetrin pak thellë. Kishin parë si dukej tjetri kur lëndohej, dhe kjo njohje, e vërtet dhe e dy luftuar, kishte fuqinë e saj të veçantë. Lucka kishte bërë diçka që Antonela e kishte vënë re me dashuri të qetë. Kishte ndryshuar mënyrën si menaxhonte kohën. Jo sa i përket punës, jo sa i përket e programit, por kishte filluar ta prioritizonte prezencën. Kur ishin bashk, ishte vërtet aty. Telefoni zbriste, laptopi mbyllej, mendja ishte këtu. Antonela nga ana e saj kishte mësuar të shprehte nevojat me fjalë, jo me heshtje të tensionuar. Kjo kishte qenë mësimi vështirë. Ajo ishte rritur duke mbajtur shumë brenda, duke supozuar se njerëzit duhet ta ndjenin vetë. Por njerëzit nuk janë lecues mendjesh, edhe njerëzit më të kujdesshëm, edhe ata me zemër mirë të pakontestuar, duhet të flasësh. Dhe ata fliten. Çdo mbrëmje, kur punonin krah për krah, ajo me shënimet e studimit, ai me dokumentet e kompanisë, kishte cilësi të veçantë. Ishte prezencë e zgjedhur. Dy njerëz me jetë të ndara dhe të plota, që kishin vendosur të jetonin edhe bashk. Studimet e Antonelës po afrohej nga fundi. Provimi i fundit, puna e diplomës, ato muajt e fundit me intensitet të lartë. Kishte orë kur ndihte ankth, jo vetëm nga studimi, por nga e ardhmja. Çfarë do të bënte pas? Do të kthehej? Do të qëndronte? Çfarë do të thotë kjo për ata dy? Nuk kishin folur ende hapur për këtë, për të ardhmen, për çiftin, për drejtimin. Ishte temë e pezulluar, si re e errët në horizont që shihej por nuk trajtohej. Derisa një të shtunë mëngjesi, duke pirë kafe bashk, ajo re erdhi. Ishte kafe e zakonshme e shtunës, kishte diell, kishte bukë me reçel, kishte atë qetësi të mëngjesit kur bota nuk ka nxituar ende. Antonela lexonte, libër i trash me kapak të kuq, në nënvizim i shumt. Luka shikonte nga dritarja. Pastaj ai foli. Pyeti çfarë planifikonte pas mbarimit, me zë të qetë, pa ton pyetësor, më tepër si njeri që e ka mbajtur gjatë brenda dhe ka vendosur se koha është e duhur. Antonela vendosi librin poshtë, e shikoi, kishte mësuar të lexonte fytyrën e tij, ajo qetësi sipërfaqësore, ato sy pak të ngritur, ato mënyrë si i mbante duart, dhe dinte se kjo nuk ishte pyetje e zakonshme, kishte pesh, kishte nën kuptim. Mori frym, tha të vërtetën, se nuk dinte, se kishte familje atje, nënën dhe babain, vllan, se kishte vendlindjen me gjitha të ngrohtësinë dhe historitë dhe aromën e zakonshme, por kishte edhe jetën që kishte ndërtuar këtu, studimet, miqt, punën, atë. Se ndihej tërhequr nga të dy anët njëkohësisht dhe nuk dinte si të zgjidhte, nëse zgjedhja ishte e domosdoshme. Luka e dëgjoi deri në fund, pastaj tha, nuk donte ta vinte në presion, nuk donte ta bënte të ndihte sikur duhej të zgjidhte mes familjes dhe tij, sepse kjo do të ishte zgjedhja e padrejtë dhe ai nuk donte të ishte kur shkak i një zgjedhje e të tillë, por donte të ishte i sinqert. Ai shikonte të ardhmen me të, konkrete, reale, jo të pezulluar, dhe do të donte të donin të ndërtonin bashk, hap pas hapi, me respekt për nevojat e secilës, me hapësirë për familjen, me rënjë nga të dyja vendet nëse duhej. Kishte thënë, unë jam i gatshëm të punoj për këtë, nëse edhe ti je. Antonela e kishte ndjer zemrën duke u ngritur dhe u rënduar njëkohësisht, ato dy ndjesia paradoksale të momenteve të mëdha. Ngrihej nga gëzimi i sinqeritetit të tij, rëndohej nga pesha e realitetit, se gjërat e bukura kërkojnë gjithmonë kurajo. E shikoi dhe tha, jam e gatshme. 2 fjalë, por 2 fjalë që kishin me vete gjithë historinë e atyre muajve. Kuleta e gjetura, kafja e parë, takimet, grindjet,
ngritjet, mësimet, dy fjalë që ishin përfundim dhe fillim njëkohësisht. Ditët e fundit të studimeve kishin atë intensitet specifik të diçkaje që po mbaron, jo trishtimi pastër, jo gëzimi pastër, por diçka midis, ajo melankolia e bukur e përfundimeve. Antoneve kishte punuar me tërë forcën për punimin e diplomës, kishte net pa gjumë, kishte mëngjes të hershëm me kafe të dyfisht, kishte shënime të mbushura coriento me nënvizime dhe shënime, kishte ditë kur mendonte se nuk do ta mbaronte dot, pastaj ditë kur gjithçka lidhej bukur si copzat e të njëjtit puzzle. Luka kishte qenë mbështetje e heshtur, nuk kishte ndërhyrë, nuk kishte ofruar zgjidhje të padëshiruara, nuk kishte thënë do t'ja bësh dot, me atë ton të zbrazët të nxitjes boshe. Kishte qenë thjesht prezent, me kafe të gatshëm kur ajo ngjitej vonë, me heshtje respektuese kur ajo punonte, me dëgjim të plot kur ajo shprehte frikën ose frustrimin. Kjo prezencë pa ndërhyrje ishte formë e lartë e dashurisë, ta lash dikë të jetë plotësisht i tyre, edhe kur je pranë. Dita e mbrojtjes kishte ardhur me det diell. Antonela ishte ngritur herët, kishte patur atë panik të zakonshëm të mëngjesit, pastaj atë qetësinë që vjen kur kupton se je gati, se ke bërë gjithçka që mund të kishe bërë, dhe tani nuk mbetej gjë tjetër veç se ta bëje. Kishte veshur fustanin e zi, elegante por i thjesht, siç ishte ajo. Kishte lidhur flokët me kujdes, kishte parë vete në pasqyrë dhe kishte ndjerë diçka, jo krenari të rëndomt, por diçka më të thellë. Kishte parë vajzën nga qyteti i vogël shqiptar, që kishte ardhur aty me valixhe të vogël dhe zemër plot të ëndra, dhe tani po qëndronte para pasqyrës gati të mbroj punën e saj, gati ta quaj veten diplomuese. Ishte momenti kur kuptoi se e kishte arritur. Mbrojtja kishte shkuar shumë mirë. Komisioni kishte bërë pyetje të vështira, ato pyetje që shpikin akademikët kur duan ta testojnë thellësinë tënde të mendimit, dhe ajo kishte përgjigjur me qartësi dhe me vetbesim, jo arrogancë, vetbesimi ndërtuar nga puna, nga njohuria, nga muajt e investimit. Kur kishte dal nga salla, kishte parë Lucën duke pritur në korridor. Ai nuk kishte shkuar brenda, nuk kishte ndërhyrë, kishte respektuar hapësirën e saj, por kishte qenë aty. Kishin parë njëri tjetrin dhe asnjëri nuk kishte thënë asgjë për sekonda. Pastaj Luca kishte buzëqeshur, ajo buzëqeshja e tij e vërtet, e pa kushtëzuar, dhe kishte thënë, e dija. Antonela kishte qeshur, me lot pak, pa turp. Pas ceremonisë, kishin festuar thjesht, dark me shoqet e saj, me disa kolegë, dhe Luca i qetë e pranishëm mes atyre njerëzve, duke u gëzuar me gëzimin e saj pa e vjedhur as atë moment. Atë natë, vonë, duke ecur në rrugët e qytetit, kishte freskuri e mbrëmjes, kishte yje. Antonela kishte kuptuar diçka. Ky qytet nuk ishte më i huaj, ishte bërë i saj gjithashtu. Jo duke zëvendësuar shtëpinë, por duke ushtuar kësaj. Kishte 2 shtëpi tani, 2 vende ku i kishte rënjët. Pak kohë pas mbarimit, Antonela kishte shkuar në shtëpi, jo filargim, por si vizite domosdoshme. Kishte nevojë ta shihte familjen, ta nuhat erën e shtëpisë, ta dëgjonte zërin e nënës, jo nëpër ekran, por drejt për drejt. Luka e kishte përcjell në aeroport. Kishte qenë heqje e vështirë, jo dramatike, jo me lot shumë, por me atë lloj rëndësie që ndjen kur je duke lënë diçka me vlerë. Kishin përqafuar gjatë, ai lloj përqafimesh të cilat nuk janë vetëm kalim kohe, por thënie e diçkaje pa fjalë. Kishte thënë, kthehu. Nuk kishte qenë urdhër, kishte qenë dëshirë, e shprehur me atë drejt për drejtshmëri të tij. Antonela kishte thënë, do të kthehem. Fluturimi kishte qenë i shkurtër, orë të pakta, por kur kishte zbritur dhe kishte parë nënën e saj aty në aeroport, me atë shprehje të njohur gëzimi dhe lehtësimi të prindërve kur shohin fëmijën pas kohësh, kishte ndjerë diçka të plot. Jo ndarje mes dy jetëve, unitet. Javët në shtëpi kishin qenë ngroftësi e pastër. Kishte ngrënë gjellët e nënës, kishte fjetur në dhomën e saj të fëmijërisë, kishte ecur nëpër ato rrugë të njohura me sy të ri. Gjithçka dukej një lloj dhe ndryshe njëkohësisht. Qyteti nuk kishte ndryshuar, por ajo kishte. Kishte folur me prindrit për Lucën, tashmë më hapur, me detaje,
me emocione. Nëna kishte dëgjuar me sy që ndriçonin pak. Babai kishte bërë sërish pyetjen e tij të vetme. A është njeri i mirë? Dhe Antonela kishte thënë, njeri i mirë, baba, njeri shumë i mirë. Babai kishte nongur, kishte qenë e mjaftueshme. Vëllai kishte dëshiruar të takonte ndonjëherë, kishte thënë me humor, me atë lloj ton konkurues si vëllezërve të mëdhenj. Antonela kishte qeshur dhe kishte thënë se herën tjetër. Kthimi kishte qenë i ngadalt, por i domosdoshëm. Kishte lirë përkatësinë e saj shqiptare me ngjyrat e reja të asaj jete italiane dhe kishte kuptuar se nuk kishte nevojë të zgjidhte mes tyre. Mund të ishte e dyja, mund të mbante të dyja. Kur kishte zbritur sërish në aeroport italian, me të njëjtën valizhe, pak më të rëndë tani, kishte ndjerë diçka të ndryshme nga hera e parë. Hera e parë kishte pasur frikën e të panjohurës. Kjo herë kishte kënaqësinë e kthimit. Luka ishte atje. Kishte pritur para daljes, jo me lule, jo me gjeste të mëdha. Thjesht atje me duart në xhep dhe atë buzëqeshjen e tij të qetë. Kishin ecur bashk drejt makinës, kishin folur për pak gjëra. Udhëtimi, familja, si kishte ndjerë kthimin. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Kishte prezencë, kishte ngrohtësi. Kishte ajo ndjesi e të qenit ku duhet të jesh. Muajt që pasuan kishin ndërtuar ngadalë atë që të dyja e kishin vendosur. Jetë ndërtuar bashk, me hapësirë për secilin, me respekt, me dashuri që rritej jo nga intensiteti, por nga thellimi. Antonela kishte vazhduar të punonte në kompani, por tani me rol pak të zgjeruar, me besim të fituar me punë, me pozicion të merituar. Kishte filluar të mendonte edhe për hapat e mëtejshëm, studime të avancuara ndoshta, ose angazhimi plot profesional. Kishte opsione dhe kishte forcën t'i shikonte. Luka kishte vazhduar punën e tij, me seriozitetin e zakonshëm, me ato ulje ngritjet e çdo sipërmarrjeje, por kishte ndryshuar diçka edhe në të. Boshllëku që kishte përmendur herët, ajo vetmi e çuditshme mes gjithë aktivitetit, kishte zbutur. Kishte dikë me të cilin ndante jo vetëm kohën, por edhe mendimin, jo vetëm darkën, por edhe hezitimet dhe ëndrat. Kishte ditë kur Antonela ndalonte dhe vëzhgonte, atë jetën e saj, ato rrugë italiane tashmë të njohura, atë zyrë, atë apartament të vogël që kishte filluar ta quaj shtëpi, dhe pyeste veten si kishte ardhur deri këtu. Dhe çdo herë, rruga e mendjes e çonte prapa tek ajo mëngjes, te sheshi, te kuleta, te sekonda kur kishte vendosur të vrapoj pas atij djali. Sa hera imagjinonte se çfarë do të kishte ndodhur nëse jo, nëse kishte vazhduar rrugën, nëse kishte pretenduar se nuk kishte parë, nëse kishte thënë me veten nuk është puna ime, dhe çdo herë e kaplonte një ftohtësi e lehtë, jo nga frika, por nga mirënjohja e thellë. Mirënjohje se kishte qenë ajo, se kishte bërë atë, se kishte qenë veten e saj. Kishte ardhur një natë vere, ato net italiane, me ajër të ngrohtë, me yje të shumt, me aromën e luleve nga dritaret e hapura. Kishin ndarkuar jashtë, jo restorant i madh, por ato vende të thjeshta me tavolina në trotuarin e rrugës. Kishte qenë mbrëmje e qetë, pa raste të veçanta, pa datë të shënuar, thjesht e mërkurë e zakonshme që kishte rrjedhur bukur. Luka kishte qenë paksa i heshtur gjatë gjithë darkës, jo i trishtuar, por i menduar. Antonela e kishte vënë re, por nuk kishte pyetur. Kishte mësuar të respektonte heshtjet e tij, dinte kur ishin heshtje të ngarkuara dhe kur ishin thjesht mendim i thellë i natyrshëm. Kur kishin mbaruar, kishte propozuar të ecnin, të asaj rruge që të çonte drejt sheshit të vjetër me fontanën. Antonela kishte buzëqeshur, e dinte atë rrugë përmendesh. Kishin ecur ngadalë, kishte zëra të largët, kishte dritë të qetë të llampadarëve, kishte ato tinguj të natës italiane që e bëjnë jetën të ndihet si film i mirë. Kur arritën te sheshi, tek ajo fontanë, te ata gur të njohur, Luka ndaloi, e shikoi, dhe Antonela kuptoi, nga ajo mënyrë si ndaloi, nga ajo mënyrë si e shikoi, se diçka po ndodhte. Ai foli ngadalë. Tha se ky vend kishte kuptim të veçantë, jo thjesht si vend ku ishin takuar, por si simbol i asaj çfarë kishte treguar ajo në atë ditë. Tha se të gjitha jeta e tij, para asaj mëngjesit, kishte pasur gjithçka, por kishte munguar diçka, dhe ai nuk e kishte kuptuar se çfarë mungonte derisa e kishte takuar atë. Tha se ajo ndershmëria e saj e thjesht, ai akt i vogël, pa llogaritje, pa interes,
I kishte treguar mënyrën si duhet të duket jeta kur jetohet mirë. Pastaj zbriti në gjunjë. Antonela ndali frymën. Kishte një unaz të vogël, e thjesht, elegante, jo e tepërt, si gjithçka e tija. Pyeti nëse donte të ndërtonte jetë me të, jo duke I premtuar çdo gjë, por duke I premtuar praninë, ndershmërinë, punën, dashuri e madhe. Tha se nuk kishte rrugë të garantuara, por kishte dëshirën e vërtet ta ecte rrugën bashkë me të. Antonela e shikoi, atë fytyrë të njohur tashma, ato sy të gjelbër me gri, atë njeri modest dhe fisnik që e kishte surprizuar çdo herë me thellësinë e tij. Dhe mendoi për sekonda, për gjithçka, për atë mëngjes të parë, për vrapimin, për kafen e parë, për dyshimet, për grindjen, për bisedën e madhe, për rikthimin, për çdo hap të vogël. Çdo gjë kishte quar drejt këtij momenti, jo sepse jeta ishte basëm, por sepse dy njerëz kishin zgjedhur të ecnin drejt njëri tjetrit çdo herë kur kishin mundësi të ndaleshin. Tha po. Zëri I saj nuk dridhej, ishte I qetë, I sigurt, I plombët. Ky po ishte I maturuar nga muaj vendimesh e mësimesh e rritjeje. Nuk ishte po I impulsit, ishte po I njeriu që e di mirë çfarë zgjedh. Luca u ngrit, e përqafoi, dhe aty, pranë asaj fontane, te ajo pikë sakt ku gjithçka kishte filluar, diçka u mbyll dhe diçka e re u hap. Bota nuk ndryshon fizikisht kur njeriu thot po. Gurët e kalçadares janë po ata, fontana dëgjohet një lloj, yjet nuk shtojnë shkëlqim, por njeriu ndryshon. Ka diçka si rirregullimi brendshëm, si gjërat bien pak ndryshe brenda teje, dhe ti zgjohesh të nesërmen me ndjenjën se diçka e rëndësishme ka ndodhur, diçka reale. Ditët pas propozimit kishin qenë të mbushura me ato biseda të gjata që ndodhin kur dy njerëz fillojnë planifikimin e vërtet. Jo fantazit, por gjërat konkrete. Ku do jetonin? Si do funksiononte familja shqiptare? Afër apo larg? Si do e menaxhonin distancën me prindrit e saj? Si do ndërtohej kjo jetë e përbashkët me dy kultura, dy gjuhë, dy histori familjare të ndryshme? Antonela kishte shkruar gjatë një nate të tërë, jo plan formal, por ato pyetje dhe ato mendime që duhet I ndante. Kishte shkruar si mendonte ajo, si shihte gjërat, çfarë I duhej nga ai dhe çfarë mund t'i jepte. Kishte qenë si letër, por jo letër romantike, letër e ndershme, e çiltër, e zgjuar. Ja kishte dhënë Lucës të nesërmen, me pakez hezitim, nuk dinte si do ta priste, por ai e kishte lexuar me vëmendje, duke nënvizuar disa pjesë me laps. Ato gjë ishte bërë e tij, të nënvizonte gjëra të rëndësishme me laps, dhe pastaj kishin biseduar orë të tëra. Kishin rënë dakord mbi shumë gjëra. Kishin lënë të hapur disa të tjera, të cilat do zgjidheshin me kohë, me të njëtuar, me provë e gabim. Nuk kishin pretenduar se kishin gjithçka figuruar, por kishin pasur diçka more të rëndësishme, dëshirën e sinqertë për të punuar bashkë. Telefonimet me familjen kishin qenë të ngrohta. Nëna e Antonelës kishte qarë, jo nga trishtimi, por nga ajo gëzimi thellë që shfaqet si lot te disa njerëz. Babai kishte qenë I qetë, kishte thënë mirë bëre, me zërin e tij të njohur, dhe ato dy fjalë kishin pasur gjithçka brenda. Vllai kishte bërë disa pyetje praktike të tipikes të tij, kur do festonin, ku, si, dhe Antonela kishte qeshur. Familja e Lucës kishte reaguar me gëzim më të shprehur. Nëna e tij kishte dashur të fliste me Antonelën drejt për drejt, kishte bërë pyetje, kishte thënë fjalë të ngrohta, kishte qenë fillimi I asaj marrëdhënie të re, dy familje të ndryshme, nga dy vende të ndryshme, të lidhura nga dy njerëz. Kishte ardhur koha e shumë pritur dhe pak e frikshme e takimit të familjeve. Jo ceremoni e madhe me protokoll të ngurtë, kishte vendosur të bëhej thjesht. Prindrit e Antonelës do vinin për vizitë, do qëndronin disa ditë dhe do njiheshin me Lucën e familjen e tij. Antonela kishte punuar shumë për ta organizuar mirë, jo si ngjarja, por si atmosfera,
donte që prindrit e saj të ndiheshin mirë dhe të pritur, donte që Luca të takonte familjen e saj vërtet, jo si program i ngurtë. Kishte planifikuar darkë shtëpie, kishte bërë disa gjella shqiptare, recetat e nënës të rikonstruktuara me produkte italiane dhe kishte lënë hapësirë për gjëra spontane. Dita kur kishin ardhur prindrit, kishte qenë e nxehtë dhe me diell. Antonella kishte shkuar t'i merrte vet, kishte parë prindrit e saj duke dalë nga terminali, pak të lodhur nga udhtimi, pak të habitur nga zhurma dhe ritmi i aeroportit italian, dhe kishte ndjer atë dashuri të madhe familjare që nuk ndryshon me asgjë. Kur kishin arritur dhe Luca i kishte takuar, kishte qenë moment i veçantë. Babai Antonellës kishte shtrënguar dorën e tij me atë forcën e njerëzve që shpreheshin me gjeste dhe jo me fjalë shumë. Nëna kishte qenë e ngrohtë, pak shumë e emocionuar, me ato sytë që shkonin herë tek vajza, herë tek ai, duke u përpjekur të lexonte gjithçka njëkohësisht. Luca kishte qenë i mrekullueshëm, kishte mësuar disa fjalë shqip, pak, por mjaft për të shkaktuar gëzim të papritur. Kishte shërbyer me kujdes, kishte dëgjuar me vëmendje, edhe kur nuk kuptonte gjithçka. Kishte treguar respekt me çdo gjest. Babai i Antonellës, ai njeri me fjalë pak por vëzhgim shumë, e kishte vëzhguar me qetësi gjatë gjithë darkës. Pas darkës, kur nëna dhe Luca kishin hyrë në kuzhinë për kafe, babai kishte qëndruar pak me Antonellën, e kishte shikuar, kishte thënë, "Është njeri i mirë tona, e shohi njeriu nga sytë dhe nga mënyra si flet për ty kur nuk di se e shikon." Antonella kishte ndjer lotët duke u tubuar, pa i lënë të binin. Kur babai yt, ai njeri serioz, me fjalë të pakta, të jep bekimin e tij, ajo ka peshë të veçantë. Ditët e vizitës kishin pasur ngrohtësi të vërtet. Dy familjet e ndryshme që gjenin gjuhën e tyre të përbashkët, jo përmes fjalëve gjithmonë, por përmes gjesteve, buskeshjeve, darkave bashk, atyre momenteve kur humori ka përcen bariera gjuhësore. Kur prindrit ishin kthyer, nëna kishte thënë diçka në aeroport, kishte mbajtur fytyrën e vajzës me të dyja duart, si e vogël, si gjithmonë, dhe kishte thënë, "Je e lumtur, të shoh." Nëna i sheh. Kaq kishte mjaftuar. Muajt pasuan si lum, me ritëm të tyre, me ulje e ngritje, me ditë të gëzuara dhe ditë të zakonshme, por edhe ditët e zakonshme kishin kuptim tani, e kishte mësuar Antonella këtë, që lumturia nuk jetohet gjithmonë në momentet e mëdha, por grumbullohet nga minutat e vogla të jetës normale. Kishte vendosur të qëndronte, kishte gjetur rrugën e saj, kishte ndërtuar karrierën, kishte rrënjë të forta, por kishte edhe rrënjë në Shqipëri dhe i kujdesi të dyja. Shpesh vizita, telefonatat e rregullta, prania virtuale, por e vërtet. Luca dhe ajo kishin gjetur ritmin e tyre, dy njerëz me personalitete të ndryshme, me stile të ndryshme, por me vlera të njëjta. Kishin mësuar se dashuria nuk fshih dallimet, i pranon dhe punon me to. Kishin mësuar se nuk duhej të ishin një lloj për të qenë të mirë bashk, duhej vetëm të kishin respektin dhe dëshirën e mjaftueshme. Kishte periudha stresi, punë, shëndeti i dikujt të familjes, vendime të vështira, por kishin kaluar çdo gjë duke e ndarë barrën, jo duke e grumbulluar vetëm. Kishte edhe gëzime të vogla çdo ditë. Kafja e mëngjesit bashk, ai libri i sapo bler, udhëtimi i vogël spontan fundjavë, gatimi bashk me muzikë, ato biseda deri vonë kur bota fshihej dhe mbeteshin vetëm ata. Antonella kishte filluar të shkruante pak, jo për të botuar, por për veten, histori të vogla, vëzhgime, mendime. Kishte talent narrativ, e kishte pasur gjithmonë, por jetën e vërtet kishte dhënë material që librat nuk mund ta jepnin. Kishte filluar të shkruante historinë e saj, jo si memuar formal, por si gjë e gjallë, e mbushur me aromë dhe ndjesi. Luca e kishte lexuar një ditë, pa e kërkuar, ajo ja kishte dhënë vet, gati me frikë. Kishte lexuar ngadalë, me atë vëmendjen e tij. Kishte ngritur syt dhe i kishte thënë, "Ti ke dhurat, mos e fshi." Ato fjalë kishin pasur efekt tjetër nga komplimenti i zakonshëm, sepse kishin ardhur nga dikush që kishte lexuar shumë dhe dinte të dallonte. Kishin qenë vlerësimi vërtet. Antonella kishte vazhduar të shkruante. Kishte një mbrëmje, vjesht e vonë, me shite lehtë dhe aromë toke të lagur, kur Antonella kishte ndjer diçka të thellë. Kishte qëndruar te dritarja e apartamentit të tyre, kishte shikuar rrugën e lagur, kishte mbajtur gotën e çajit me të dyja duart dhe kishte menduar për rrugën. Jo rrugën e shtratit,
rrugën e jetës, çdo vendim, çdo zgjedhje, çdo moment kthese. Nëse nuk do kishte lënë Shqipërinë, nëse frika do kishte fituar mbi guximin, nëse nuk do kishte vrapuar pas atij djali, nëse komoditeti do kishte fituar mbi ndërgjegjshmërinë, nëse nuk do kishte thënë po kafes, nëse pasiguria do kishte fituar mbi kuriozitetin, nëse nuk do kishte thënë po propozimit, nëse frika nga e panjohura do kishte fituar mbi dashurinë. Çdo herë kishte qenë aty, ai moment ku mund të kishte hecur drejt ose prapa, ku mundësia dhe frika kishin qëndruar krah për krah, dhe çdo herë kishte zgjedhur drejt. Jo sepse kishte qenë heroine e guximshme, por sepse kishte qenë veten e saj, sepse babai i kishte thënë "je ti", dhe ajo e kishte mbajtur atë fjalë si dritë e vogël kur gjithçka tjetër errësohej. Ndershmëria e asaj ditës me kuletën, ajo nuk kishte qenë vetëm akt moral, kishte qenë shprehje e karakterit të saj, i ndërtuar nga vitet, nga familja, nga vlerat. Nuk kishte bërë diçka të jashtëzakonshme, kishte bërë thjesht atë që ishte, dhe kjo thjesht atë që ishte, kishte hapur çdo derë tjetër. Luka kishte hyrë në dhomë me 2 gota verë, kishte parë shprehjen e saj, atë mendim të thellë, dhe nuk kishte thënë asgjë. Kishte ulur gotat, kishte qëndruar pranë saj të dritarja, kishte parë sërish shiun. Pas pak, kishte pyetur qetë: "Çfarë po mendon?" Antonela kishte buzëqeshur. Kishte thënë: "Jam duke falenderuar atë mëngjes." Ai kishte kuptuar, pa shpjegim të mëtejshëm, pa detaje. Kishte kuptuar, sepse kishte pasur edhe ai atë mendimin e njëjtë, shumë herë. Kishte marrë dorën e saj. Kishin qëndruar kështu, bashkë te dritarja, me godë vere, me shi të lehtë, me gjitha të jetë të ndërtuar bars dhe para. Kishte ardhur ditë kur Antonela kishte reflektuar mbi kuptimin e fjalës shpërblim. Luka kishin dashur ta shpërblente me para, 1.000 euro, dhe ajo kishte refuzuar. Kjo kishte qenë e duhura, jo sepse parat nuk kishin vlerë, kishin dhe i duheshin, por sepse disa gjëra humbasin esencën e tyre kur paguhen me çmim. Mirësia e bërë me para nuk është mirësi, është shërbim, dhe ajo kishte qenë mirësi e vërtet, pa kushte, pa pritshmëri. Por jeta kishte shpërndar shpërblimin e saj, jo me zarfin e parave, por me diçka kaq më të madhe, me njeriun pranë saj, me punën e ndërtuar me merit, me rrugën e hapur prej karakterit të saj. Nuk kishte qenë magjike, nuk kishte qenë automatike. Mes atij mëngjesi dhe asaj mbrëmjeje me shi, kishte qenë punë, vendime, guxim, dhimbje, mësime, rritje. Nuk ishte si filmat ku gjërat ndodhin lehtë, ishte si jeta e vërtet, ku çdo gjë e mirë ka koston e saj, dhe kostoja ja vlen nëse je i gatshëm ta paguash. Por Antonela kishte qenë e gatshme. Çdo herë, her pas here, kishte qenë e gatshme. Dhe jeta kishte shpërdar, jo si borxh i shlyer, por si pasojë natyrshme i qenies së mirë dhe guximit për të jetuar me integritet. Kishte kuptuar diçka tjetër gjithashtu. Ndershmëria nuk është strategji, nuk e bën me qëllim se do të fitosh diçka. Nëse e bën për fitim, nuk është ndershmëri, është llogaritje. Ndershmëria e vërtetë është ajo kur bën mirë pa menduar fare se çfarë do të marrësh prapa. Dhe atëherë, pikërisht atëherë, jeta ka një mënyrë të veçantë ta njohë dhe ta shpërblej. Jo gjithmonë me romantik dhe dashuri, nganjëherë me gjëra tjetër, me miqësi, me mundësi, me paqe të brendshme, me vetë respekt, por gjithmonë me diçka që ka vlerë të vërtet. Nuk ka fund të prerë për historitë e vërteta. Ato vazhdojnë, evolojnë, marrin forma të reja me çdo ditë që kalon. Por ka momente ku njeriu ndalon dhe shikon prapa dhe kupton se ka arritur diku, jo destinacionin final, por një pikë nga e cila pamja është e qartë dhe e bukur. Antonela kishte arritur atë pikë. Nuk ishte vajza e vogël me valixhe të vogël dhe zemër plot frikë të gërshetuar me entuziazëm, por nuk kishte humbur asgjë nga ajo vajzë. Kishte mbajtur çdo gjë esenciale dhe kishte shtuar mbi të. Kishte shtuar njohuri, përvojë, dashuri, maturim, ato shprehje të reja të fytyrës që vijnë vetëm kur ke jetuar diçka me thellësi. Flokët e saj të errta kishin të njëjtin ngjyrë, sytë e saj kishin të njëjtin zjarr,
por kishte diçka tjetër tani, qetësi, jo pasivitet, jo indiferencë, por ajo qetësi e thellë e dikujt që e di kush është dhe ku i përket. Punonte me pasion dhe me kompetencë, kishte ngritur pozicionin e saj, me punë, me iniciativë, me ato aftësi komunikuese dhe organizative që kishte sjell nga natyra dhe kishte zhvilluar me vitet. Kishte bërë veten të pazëvendësueshme, jo nga nevoja, por nga vlera. Kishte klientë që e kërkonin personalisht, kishte projekte që kishte drejtuar nga fillimi deri në fund. Kishte fituar respektin e kolegëve me modesti dhe me rezultate. Me Lucën kishin ndërtuar shtëpinë e tyre, jo vetëm hapësirën fizike, por atë konceptin e madh të shtëpisë, vend ku ndiheshe i pritur, i kuptuar, i lirë të ishe plotësisht vetja. Kishin librat e tyre të grumbulluar, kishin zakonet e tyre të vogla, kishin miqtë e tyre të përbashkët dhe ata të veçantë secilit, kishin historitë e tyre, ato biseda deri vonë, ato udhtime, ato grindje të zgjidhura, ato momente gëzimi spontan. Kishte edhe ditë të vështira, jeta nuk bëhej më e lehtë thjesht sepse kishe gjetur njerëzin e duhur. Kishte sfida, stres, vendime të mëdha, momente dyshimi, por kishte diferencë thelbësore tani, nuk i përballonte vetëm, dhe kjo, vetëm kjo, ndryshonte gjithçka. Nëna e telefononte ende çdo mbrëmje. Ky zakon kishte mbijetuar çdo ndryshim, distanca, koha, rrethanat. Nëna dhe vajza, çdo mbrëmje, pyetjet e njëjta të ngrohta. A hëngre sot? Apo fle mirë? A ka ftohtë atje? Dhe Antonela i kthente me buzëqeshjen e saj, duke ditur se pas atyre pyetjeve të thjeshta, fshihej gjithë dashuria e botës. Babai ende fliste pak, por kur fliste, thoshte gjëra që qëndronin. Kishte thënë një herë pas gjithçkaje: "E kuptova ti me jetona, mos e haro." Dhe ajo nuk e harroi. Vëllai kishte takuar Lukën disa herë tashmë. Kishte kaluar ai faza fillestare e vëllait të madh me dyshim të ngritur, dhe kishte arritur te ajo marrëdhënie e çuditshme dhe e ngrohtë mes vëllait dhe dhëndrit kur të dyja njerëz të mirë. Humor, respekt, mbrojtje e ndërsjell. Kishin shkuar shumë herë te ajo fontan, jo me qëllim të planifikuar, por her pas here rruga i çonte aty, dhe ata dy ndaloshin instinktivisht. Kishte diçka të veçantë në mënyrën si qëndronin aty. Heshtin pak, dëgjonin tingullin e ujit, shihnin gurët e njohur. Ishte si ritual i pa deklaruar, si falenderimi i heshtur ndaj asaj pike të vogël gjeografike që kishte qenë fillimi i gjithçkaje. Një herë, kur kishin qëndruar kështu, Luka kishte thënë diçka spontanisht. Mendoj ndonjëherë se sa e vogël kishte qenë ajo hapësirë. Ti, kuleta, rruga. Dhe sa e madhe u bë. Antonela kishte menduar. Kishte thënë: "Gjërat e vogla gjithmonë mbajnë brenda tyre të mëdha. Nuk e dim në fillim." Kishte qenë e vërteta e thjeshtë e gjithë historisë. Ato gurë të kalçadrës, ajo fontan, ai tingulli i rënjes. Diçka kaq e vogël, por brenda asaj të vogle kishte qenë e fshehur gjithçka. Lidhja, dashuria, jeta. Kishte nevojë vetëm për dikë me sy të hapur dhe zemër të gatshme ta shikonte dhe ta vepronte. Antonela kishte pasur të dyja. Kishte një letër që Antonela nuk e shkruante kurrë, por e kishte shkruar 10 herë brenda vetes. Ndër vite, ndër situata. Ishte letër drejtuar versionit të saj më të ri. Asaj vajzës me valiçe të vogël dhe zemër plot drithërim, para se të hipte në atë aeroplan. Letra do i thoshte: "Mos ki frikë. Jo sepse nuk do ketë gjëra të frikshme. Do ketë shumë, por sepse frika nuk është arsye të mos bësh. Frika është shenjë se diçka ka rëndësi, dhe gjërat që kanë rëndësi ja vlejnë guximit." Letra do i thoshte: "Mësoj italishten me gjithë zemër. Ajo gjuhë do të bëhet ura jote, por mos harro shqipen kurrë. Mos harro atë tingullin e gjuhës sate, ato fjalë që nuk ekzistojnë në asnjë gjuhë tjetër. Mbaj me vete si dhuratë dhe si rrënjë." Letra do i thoshte: "Do takosh njerëz. Disa do jenë të mrekullueshëm, disa do të zhgënjejnë, por çdo takim do të mësoj diçka. Mos u mbyll." Letra do i thoshte: "Një ditë do të gjesh diçka të rënë në rrugë.
Do t'jesh e lodhur, do t'kesh nxitim. Mos e kalon. Ndalo. Merr atë gjë. Vrapo. Sepse ai momenti i vogël i ndershmërisë, kaq i natyrshëm, kaq i thjesht, do të ndryshojë gjithçka. Jo sepse do sjell shpërblim, por sepse do vërtetoj se kush je. Dhe ky vërtetim do hap rrugë që tani nuk mund t'i imagjinosh. Letra do i thoshte gjithashtu: kur ty të ofrojnë shpërblim për mirësinë tënde, thuaj jo. Jo nga krenaria boshe, por sepse disa gjëra humbasin qëllimin nëse vjen çmim. Dhe çmimi yt nuk është 1000 euro. Çmimi yt është shumë më i madh se kaq. Letra nuk e shkruante kurrë, sepse ajo vajzë kishte bërë gjithçka vetë, pa udhëzues, nga instikti dhe karakteri. Dhe ky kishte qenë mësuesi i saj i vërtet. Kur tregonte historinë, dhe e tregonte ndonjëherë, me miq, me kolegë, me njerëz të rinj që ndiheshin të humbur larg shtëpisë, gjithmonë fillonte nga e njëjta pikë. Jo nga romanca, jo nga dashuria, jo nga unaza. Fillonte nga vrapimi. Rrëfente si kishte vrapuar nëpër atë shesh, me qantën shpine duke u tundur, me flokët duke u çrregulluar, pak e paqartë, por plotësisht e sigurt. Rrëfente si kishte prekur atë djalë në krah, atë të panjohur, dhe si kishin parë njëri tjetrin për herë të parë. Gjithmonë kur arrinte te kjo pikë e historisë, ndalonte pak, dhe pastaj thoshte: "E dini çfarë? Nuk mendova asgjë. Thjesht e bëra. Por sepse do vërtetoj se kush je. Dhe ky vërtetim do hap rrugë që tani nuk mund t'i imagjinosh." Letra do i thoshte gjithashtu: kur ty të ofrojnë shpërblim për mirësinë tënde, thuaj jo. Jo nga krenaria boshe, por sepse disa gjëra humbasin qëllimin nëse vjen çmim. Dhe çmimi yt nuk është 1000 euro. Çmimi yt është shumë më i madh se kaq. Letra nuk e shkruante kurrë, sepse ajo vajzë kishte bërë gjithçka vetë, pa udhëzues, nga instikti dhe karakteri. Dhe ky kishte qenë mësuesi i saj i vërtet. Kur tregonte historinë, dhe e tregonte ndonjëherë, me miq, me kolegë, me njerëz të rinj që ndiheshin të humbur larg shtëpisë, gjithmonë fillonte nga e njëjta pikë. Jo nga romanca, jo nga dashuria, jo nga unaza. Fillonte nga vrapimi. Rrëfente si kishte vrapuar nëpër atë shesh, me qantën shpine duke u tundur, me flokët duke u çrregulluar, pak e paqartë, por plotësisht e sigurt. Rrëfente si kishte prekur atë djalë në krah, atë të panjohur, dhe si kishin parë njëri tjetrin për herë të parë. Gjithmonë kur arrinte te kjo pikë e historisë, ndalonte pak, dhe pastaj thoshte: "E dini çfarë? Nuk mendova asgjë. Thjesht e bëra. Ishte e drejta dhe e bëra." Dhe pastaj tregonte gjithçka: kafen, punën, ata muaj, grindjet, mësimet, dashurinë, unazën. Tregonte me ngjyra dhe me ndjesi, me humor dhe me thellësi, me ato detaje të vogla që i bëjnë historitë të jetojnë. Dhe njerëzit e dëgjonin me vëmendje, jo sepse ishte histori e jashtëzakonshme, por sepse kishte diçka universale brenda saj. Diçka mbi zgjedhjet e vogla dhe pasojat e mëdha. Diçka mbi ndershmërinë si mënyrë jetese, jo si strategji. Diçka mbi guximin të hapesh kur do të mbyllesh, të ecësh kur do të ndaleshe, të thuash po kur frika thot jo. Dikush e pyeti një herë: "Po nëse nuk do kishte ndodhur kurrë, nëse nuk do kishe kthyer kuletën, nëse nuk do kishi takuar kurrë, nëse rruga kishte qenë ndryshe, çfarë mendon?" Antonela kishte menduar sinqerisht. Pastaj kishte thënë: "Mendoj se do të kisha bërë mirë edhe ndryshe, sepse mënyra si jetoj nuk varet nga rezultati, varet nga karakteri. Nëse nuk do kishim takuar kurrë, prap do kisha kthyer atë kulet, sepse kjo jam unë, jo sepse prisja diçka." Kjo ishte mençuria e saj, e thellë dhe e thjesht njëkohësisht, e arritur jo nga librat, por nga jeta. Kishte ardhur natë, shumë kohë pas gjithçkaje, kur Antonela dhe Luka kishin qëndruar sërish te fontana. Ishte verë vonë, kishte yje, kishte atë freskinë e natës italiane që nuk ngjante me asgjë tjetër. Kishin qëndruar afër njëri tjetrit, me shpatullat e tyre duke u prerë lehtë. Tingulli i ujit kishte mbushur heshtjen,
mes heshtjes miqve, jo heshtje të zbrazët, por ajo heshtje e plotë e dy njerëzve që nuk kanë nevojë të flasin gjithmonë për të qenë bashkë. Luka kishte thënë ngadalë, pa e kthyer kokën, a i di sa herë ka menduar se si do t'ishte jeta ime nëse ajo mëngjes nuk do kishte ndodhur? Antonella kishte thënë, sa? Shumë. Dhe sa herë arri në të njëjtin konkluzion? Do t'kisha vazhduar, do t'kisha punuar, do t'kisha jetuar. Por do t'kisha munguar diçka. Diçka që nuk e kuptoja se po mungesonte derisa u shfaq. Ti. Antonella e kishte shikuar. Ato sy të njohur, ato fytyre shndërruar nga muajt e vitet, ende i njëjti njeri, por me shtresa të reja mbi atë thelb të mirë. Kishte thonë, edhe unë do kisha vazhduar, por nuk do ta kisha ditur atë ndjesi. Ajo ndjesi kur dikush të shikon dhe vëre vërtet. Jo çfarë bën, por se si je. Kishin heshtur sërisht. Kishte ujë, kishte yje, kishte gjitha ata histori mes tyre të grumbulluar. Luka kishte thënë ngadalë, pa e kthyer kokën, a i di sa herë ka menduar se si do t'ishte jeta ime nëse ajo mëngjes nuk do kishte ndodhur? Antonella kishte thënë, sa? Shumë. Dhe sa herë arri në të njëjtin konkluzion? Do t'kisha vazhduar, do t'kisha punuar, do t'kisha jetuar. Por do t'kisha munguar diçka. Diçka që nuk e kuptoja se po mungesonte derisa u shfaq. Ti. Antonella e kishte shikuar. Ato sy të njohur, ato fytyre shndërruar nga muajt e vitet, ende i njëjti njeri, por me shtresa të reja mbi atë thelb të mirë. Kishte thënë, edhe unë do kisha vazhduar, por nuk do ta kisha ditur atë ndjesi. Ajo ndjesi kur dikush të shikon dhe vëre vërtet. Jo çfarë bën, por se si je. Kishin heshtur sërisht. Kishte ujë, kishte yje, kishte gjitha ata histori mes tyre të grumbulluar pa bërë zhurmë. Pastaj Antonella kishte ulur syt te guret e fontanës, te ajo pikë e sakt ku kishte rënë kuleta, ato muaj e vite më parë. Kishte ndjer diçka shumë të thjeshtë dhe shumë të thellë njëkohësisht. Mirënjohje. Mirënjohje ndaj asaj mëngjesi, ndaj asaj sekonde vendimtare, ndaj vetes së saj, asaj vetja që kishte vrapuar pa menduar dy herë, që kishte thënë jo shpërblimit me krenari të qetë, që kishte thënë po kafes me kuriozitet të hapur, që kishte punuar me ndershmëri, që kishte dashur me guxim. Mirënjohje ndaj babait, që i kishte thënë ji ti dhe kishte pasur të drejtë. Ndaj nënës që e shikonte dhe e njohte. Ndaj vllait që e mbronte me humor. Ndaj familjes që e kishte formuar. Ndaj Lukës, atij njeriu të qetë dhe fisnik, me syt e gjelbër me gri, që kishte parë brenda saj diçka të vërtet dhe kishte guxuar të afrohej. Jeta kishte qenë bujarisht mirë me të. Jo sepse i kishte dhuruar lehtësi, por sepse i kishte dhënë mundësinë të demonstronte kush ishte. Dhe kur njeriu demonstron karakterin e tij të vërtet, jeta e njeh dhe i hap rrugë. Ka histori që ndodhin dhe harrohen. Ka histori që ndodhin dhe mbahen. Dhe ka ato histori, të rralla, të çmuara, që ndodhin dhe të mësojnë diçka. Të lënë pas jo vetëm kujtime, por njohuri. Diçka të vlefshme që mund ta mbash me vete dhe ta ndash. Historia e Antonellës është e dyta llojit. Nuk është histori mbi fatin, mbi idenë se jeta pra skripte të shkruara paraprakisht, dhe çdo gjë zhvillohet sipas planit. Jo, Antonella nuk kishte fat të thjesht, kishte karakter, dhe karakteri krijon mundësi ku fati nuk mund të arrijë. Nuk është as histori mbi parat. 5.000 euro kishin qenë numri asaj dite, por numri nuk ka rëndësi. Mund të kishte qenë 50 euro, mund të kishte qenë dokumenti rëndësishëm, mund të kishte qenë diçka krejt tjetër. Vlera nuk ishte në kulet, ishte në zgjedhjen e bërë. Është histori mbi atë si qenjet njerëzore, kur janë plotësisht vetja, kur nuk llogarisin, nuk manipulojnë, nuk veprojnë nga frika apo lakmia, por thjesht nga zemra e pastër, kanë fuqi të tërheqin gjërat e duhura, njerëzit e duhur, mundësitë e duhura,
jetën e duhur. Antonella vrapoi pas asaj kulete jo sepse kish planin, vrapoi sepse ishte ajo, dhe i gjitha tjetra erdhi nga kjo. Ka edhe një mesazh tjetër, ndoshta më i fshehur, por po aq i rëndësishëm. Luka, me gjithë pasurinë, pozicionin, suksesin e tij, kishte qenë i varur rëndësishëm, mund të kishte qenë diçka krejt tjetër. Vlera nuk ishte në kulet, ishte në zgjedhjen e bërë. Është histori mbi atë si qenjet njerëzore, kur janë plotësisht vetja, kur nuk llogarisin, nuk manipulojnë, nuk veprojnë nga frika apo lakmia, por thjesht nga zemra e pastër, kanë fuqi të tërheqin gjërat e duhura, njerëzit e duhur, mundësitë e duhura, jetën e duhur. Antonella vrapoi pas asaj kulete jo sepse kish planin, vrapoi sepse ishte ajo, dhe i gjitha tjetra erdhi nga kjo. Ka edhe një mesazh tjetër, ndoshta më i fshehur, por po aq i rëndësishëm. Luka, me gjithë pasurinë, pozicionin, suksesin e tij, kishte qenë i varfër nga diçka esenciale derisa kishte takuar atë vajzë të thjeshtë shqiptare. Kishte mungesa që parat nuk mbushin. Kishte boshllëqe që prania dhe ndershmëria e mbushur. Kishte pyetje që vetëm lidhja e vërtetë i përgjigjet. Ata dy kishin dhuruar njëri tjetrit atë çfarë kishin. Ajo kishte dhuruar ndershmëri, ngrohtësi, autenticitet. Ai kishte dhuruar qëndrueshmëri, respekt, dashuri me karakter. Kishte qenë shkëmbim i barabartë, jo i matur me para, por i matur me vlerë njerëzore. Dhe ky lloj shkëmbimi, është themeli i vetëm mbi të cilin mund të ndërtohet diçka e qëndrueshme dhe e vërtetë. Antonella jetonte çdo ditë, plotësisht dhe me mirënjohje, si dikush që e di se çfarë ka dhe si ka ardhur. Dhe Fontana dëgjohej e qetë, e vazhdueshme, si dëshmitar i heshtur i asaj sekonde kur gjithçka kishte filluar. Ujë mbi gur, hap mbi kalçadro, zemër mbi llogaritje. Kaq. Nëse kjo histori ju preku apo ju bëri të mendoni për ndonjë moment në jetën tuaj kur keni bërë diçka të mirë pa pritur asnjë e pasa, ndajeni në komente. Çdo histori e ndershmërisë meriton të dëgjohet dhe ndoshta historia juaj do të inspirojë dikë tjetër të bëjë hapin e duhur kur t'i paraqitet mundësia. Faleminderit që ndoqët deri në fund. Kjo nënkupton gjithçka.